Vëtëm ti të shikosh, të adurohesh, të lavdërohesh, lavdi, as njeri të mos bude për para teje, të mos egzaltoje. O lavdi për je, lavdi për vim para teje në ditën tënde të veçuar. Të mbushimi prej teje, të mbushemi nga prania jote, nga fryma jote. Lavdi, pozicionojmë zemrën tonë më sot. Lavdi për jetën. Ti je i vetmi që ne kërkojmë. Ti je i vetmi që ne adhurojmë, që ne kërkojmë, që ne lartësojmë, lavdi emri të. Lavdi. Andaj ne jemi tu sot për ty, lavdi emri të. Vetëm ti të shikohesh, vetëm ti të lavdërohesh. O, ne jemi lutur ndoshta, jemi përgatitur, por mos lejo që lavdia jote të merret nga asnjë njeri. Prandaj o na vizito dhe jetë, që dora jote të zpresin, që dora jote na forcoj dhe njerë. Prandaj o afi më shirë dhe njerë. Lavdi emri të, lavdi. O lavdi emri të. Vetëm ti të lartësohesh, vetëm ti të adhurohesh. Lavdi për jetë o afi. Ti na ke dhënë shpëngimin, ti na ke dhënë spajsimin. Ti na ke dhënë rrugën e jetës, ti na ke dhënë rrugën e shpëtimit. Ti na veçon me urdhërimet tënde. Lavdi, prandaj ne të adhurojmë, prandaj ne të falenderojmë o afi. Nuk ka si ti o afi. Fuqia jote, lavdia jote, urtësia njoja jote. As njeri nuk mund të krahasohet me ty. Kush është ai që pyet ty? Kush është ai që ngrihet kundra teje, kundra popullit tënd, kundra bijve tënd, kur ne qëndrojmë në krahët e tu, kur ne qëndrojmë në hijen e plotë fuqishme. Lavdi o afi. Vetëm ti të lartësohesh, vetëm ti të adhurohesh, në jetën time, në familjen tim, o në asamblenë tënde. Mos lejo që asnjë mish të egzaltohet, asnjë mish të lartësohet, të marrë lavdinë tënd. O lavdi, prandaj ne këtu jemi o, pozicionojmë zemrën ton, hapim zemrën ton ndaj teje. Që ti na prekë, që ti na pastrosh, që ti na inkurajosh, që ti na forcosh. Lavdi, Halleluja. Lavdi. O, jemi këtu për asnjë qëllim tjetër o, që të marrim prej teje, që të mbushimi prej teje nga fjala jote. Lavdi për jetë.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Ma emote, l'arte so emineti, ngrie emineti, aduro emineti, të veçuar të shej, të lartë suar, emriten të atas portesi drejti ture dhe gjenë siguri, gjenë mbrojtje ndaj teje, gjenë mbrojtje ndaj teje, emriten tës autoritet, ti na ke dhënë emrin e birit të, që është emriten në te. Lavdi, 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 oh. Pregona dhe njërë dorën tënde, pregona dhe njërë mëshirën tënde, si çdo mëngjes që ti na prek, na rinovona forcë. Prandaj ngriu o atë, ngriu dhe njërë. O ti do ngrish, dhe do na tregosh me mëshirë. O ti do ngrish, o ti do ngrish, o ti do ngrish, dhe do na tregosh mëshirën tënde. O ti do ngrish, o ti do ngrish, o ti do ngrihesh dhe na tregosh mëshirën tënde, mëshirën tënde, një familjarë ta, o mbi jetën tonë. Lavdi, nuk kemi asnjë tjetër, nuk kemi asnjë tjetër ku mund të shkojmë, ku mund të marrim, ku mund të trokasim. Ne shikojmë nga kodra, nga male, nga na vjen ndihma jo. Ndihma vjen prej Atit ton Elohim Izraeli, ai që nuk fleas, nuk tremit asnjëherë. O ti do ngrihesh, dhe do na tregosh mëshirë mbi ne, mbi familjen tonë, mbi partnerën tonë, fali o, na fal ne për mëkatet tonë, që kemi kryer ndaj teje, kemi shkelur ndoshta urdhërimet tënde, ti mëshirë o atë për ata që e dëgjojnë, ti mëshirë për familjet e tyre, thej zemrat e tyre ndaj teje, ndaj urdhërimeve tënde, ndaj ligjit tënd të përsosur, ndaj festave tënde që ti kërkon njeriu të takohet me ty, të miqësoj me ty, që të lavdërojmë ty, të mbushimi prej teje. Lavdi, lavdi, prandaj ti do ngrihesh dhe një, nga mëshirën tënde o atë. Lavdi, lavdi, Ine venu, jane singi, ine leni vena jane se tavane leni, ube veni jane lanina jana ye, die vesi velana ye, lenia ye. O ti do na tregosh mëshirë dhe njerë, kur dalim jashtë, kur hymë brenda, dora jote na mbulon, o ushtria jote na mbulon, o ushtria jote na rrethon. Ti na ngre me dorën tënde, ti na fuqizon me frymën tënde që banon tek ne. Lavdi, lavdi, ine venime jana ye, lavdi, lavdi, ye, ine venime, shtrije dhe njerë dorën o atë, na mera ty ku jemi, dire një vëlla një motër, nga mëkatin, dire nga errësira të shikoje fytyrën tënde, dritën tënde, lavdinën tënde.
Ti do ngrihesh dhe një, do na tregosh mëshirën tënde. Lavdi, 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 lavdi. Ti do ngrihesh edhe një, do na tregosh mëshirën tënde. Do na forcosh dhe një, do na pozicionosh dhe një në vullnetin tënd. O ti do ngrihesh, ti do ngrihesh. Lavdi, 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 lavdi. Hallelujah, Le veninan, le beseti velana yanai, yes, venine yanale, lavdi, lavdi for it, lavdi, lavdi for it, oh hallelujah, imitant to it and love, hallelujah, hallelujah. Lavdi emri tënd të Atë. Atë falenderojmë Atë në emër të Jashuas Atë. Falenderojmë Atë për këtë ditë të veçuar që ti na veçon, na pastron dhe na shenjtëron me anë të urdhërimeve tënde. Falenderojmë Atë që ke vendosur dorën tënde për na fuqizuar në mëshirat tënde që janë të reja çdo mëngjes. Falenderojmë Atë që ti vazhdon të shtrin dorën tek ne dhe të gjithë ata Atë që dëgjojnë fjalën tënde. Këtë mësim që po e dëgjojnë Atë në emër të Jashuas, lutem Atë që dora jote të zbresi, dora jote të preki, të mbushen, të mbjellin fjalën tënde, që është në gjendje të na shpërtojë shpirtrat tanë, të jemi përpara teje, siç jemi të gjithë në këtë rast, jemi pas një, jemi të zhveshur përpara teje Atë. Dhe ti njeh zemra, ti heton çdo gjë dhe ti di çdo gjë dhe mendime më të thella të njeriu Atë. Lutem Atë që të vazhdosh Atë të kthesh zemrat tona ndaj teje. Të veçojmë akoma më shumë, të forcojmë akoma më shumë Atë. Të veçojmë nga kjo Babiloni Atë, të veçojmë veten tonë, kohën tonë për ty. Çdo gjë që neve kemi tra që ti na i ke dhënë, vetë Davidi tha që çdo gjë që ne kemi marrë vjen prej teje. Prandaj o Atë im, në këtë ditë të veçuar që ti ke vendosur që punove 6 ditë dhe në ditën e 7 ti pushove. Lutem Atë që shumë prej tyre të vinë në pushimin e ditës tënde për të hyrë në bestidhjen e paqes në 1000 vjeçarin e pushimit, kur mbreti jonë, biri tënd, lavdia jote që u shfaq në fytyrën e tij, të shfaqet për të qenë pjesë e mbretërisë që ti ke folur dhe në këtë rast ja dhe tërplotësia qëndroi mbi te, derisa ti të vendosësh armiqtë e ti në këmbën e ti, siç deklarove nëpërmjet profetit tënd Davidit, mbretit tënd, të vajosurit tënd. Lutem Atë që ky mësim Atë të jetë një sensibilizim akoma më i thellë i zemrave tona për çdo njerin që e dëgjon apo do ta dëgjojë, në emër të Jashuas Atë, që ti të marrësh lavdinë, ti të marrësh Atë lartësimin, falënderimin, adhurimin që ti vetëm të takon në emër të Jashuas Atë, lutem. Amen. Amen, halleluja. Lavdi Atit, vëlla motër, shalom, mirë se erdhe në ditën e tij të veçuar për lavditë të tia. Për lavditë të tia, vëlla motër, jemi këtuja, çdo gjë që kemi, çdo gjë që vjen prej ti për lavditë të tia. Dhe unë t'inkurajoj, vëlla motër, që të pozicionosh zemrën kudo që do ta dëgjosh tani, si ne kemi në këtë rast kemi miqsinë në Telegram, miqsinë intime ku kemi takimet tona të shpeshta gjatë javës. Normal që sabati është mbledhja veçuar, është dita e tij për lavditë të emrit të tij. Dhe çdo gjë që në këtë rast neve kryejmë mësimet apo formimin apo dishipullizimin e vërtetë që ti dhe unë kemi nevojë në shkrimin, në fjalën, nëpërmjet frymës së shenjtë, ne në këtë rast jemi në miqsinë në Telegram, nëse ke një zemër,
bashko, unë jam Olger Spahi nga Zeri Mesias, ministria jonë është në këtë rast e themeluar mbi gjithë shkrimi, sepse i gjithë shkrimi na është dhënë lavdiatit. 2 Timoteut 3:16 është i dobishëm i gjithë shkrimi, është i dobishëm që nga zana filla deri në zbulesa, është i dobishëm për mësim, për ndrejtje, për bindje, që njeriu Elohim të mirë pajiset. Ne duhet të pajisemi vëlla motër, duhet të pajisemi për ardhin e tia, duhet të pajisemi për kohët që po vinë, akoma nuk i kemi folur çik më në thellësi, do t'i prekim pak a shumë disa aspekte të ngjarjeve që mund të vinë, por ne duhet të përgatitemi, ne duhet të pajisemi me shkrimin, sepse ajo fjalë në këtë rast kur themelohet në zemrën tënde, në jetën tënde, që ti e bën praktikë, dhe ajo është fjala që ti në këtë rast ke mjeshtruar, si thua me hirin e frymës së shenjtë. Ajo fjalë që ti mjeshtron gjatë ditës apo po ngulmon për ta mjeshtruar, ajo fjalë në këtë rast do jetë forca jote, sepse në këtë rast do rikujtosh nëpërmjet asaj fjale që Ati ka dhënë premtimin, dhe urdhrimet e Atit që në këtë rast është fjala e tij, që vetë Davidi lavdatit e ruajtja të fjale, që mos mëkatonte kundër atij, sepse dim që mëkati është shkelja e urdhrimeve, Levitiku 4:2, para Gjonit 3:4. Mëkati është shkelja e ligjit. Ligji përmban festat, përmban urdhrimet e Atit, përmban sabatin dhe çdo aspekt tjetër në këtë rast që na përket ne. Tani në Mesian, që vetë Jashua Mesia, mbreti tënd dhe tim, mbajti në këtë rast dhe nuk i shkeli as festat as sabatin, biles një nga profecitë që ai flet në Mateu, mos gaboj, Mateu 24 flet që në këtë rast lutja juaj, thotë lutuni që ikja juaj mos jetë në ditën e dimrit dhe as në ditën e sabatit. Lavdiatit, mos andaj do të shikojmë vargjet e tjera, por edhe një herë unë të përshëndes, shalom, mirë se erdhe, vëlla motër, për ju që do ta dëgjoni, lavdi emrit të Tij. Le të vazhdojmë me shkrimin, Sot, siç e dimë, është dita e Tij e veçuar, lavdiati është nga festat e Atit, sabati që është i veçuar ndaj Atit në tëra vende që ne banojmë, beslidhja që në këtë rast neve hymë me anë të gjakut të Mesias, Izianë 2, lavdiati në vargje 11 deri në 18, na bashkoi nga 2 popull na bëri një me anë të gjakut të Tij. Normal që kishin kontradikta, kishin mure, ishin shumë aspekte që nuk ishin sipas vullnetit të Atit. Ajo dashuria e vërteta duam të afrohemi si vetja jonë. Levitiku, mos gaboj, Levitiku 18:19, që Ati kishte dhënë në këtë rast urdhrimin, që themi urdhrimin e dytë, por që populli i Tij dhe si thua këshilli i atërshëm i Sinedri, që ishin pleqtë që menaxhonin tempullin dhe çdo mësim të ligjit, të urdhrimet e Atit nuk ishte sipas vullnetit që Ati kërkonte dhe kishin lënë me një anë urdhrimet e Tija për traditat e etërve të tyre që aktualisht sot mbajnë, ka shumë sekte, judaizmi, janë të ndarë, ortodoksë, rabinjë, ke shumë të veçuar sekte në këtë rast që ka krijuar njeriu. Ne nuk kemi pjesë me ato. Ministria jonë beson te Jashua Mesia, lavdiatit i ringjallur në ditën e tretë, besojmë në dhuntitë e frymës së shenjtë, besojmë në çlirimin, në shërimet, lavdiatit që ishin pjesë e ministrisë të Mesias Jashuas, lavdiatit. Të gjitha këto janë pjesë e asaj mirëpajisjes në këtë rast dhe përgatitjes, dishiplizimit të vërtetë që Efezianët 4 na thonë nëpërmjet zyrave që këtë rast Ati vendosi nëpërmjet frymës së shenjtë në Mesian, lavdiatit, duke dhënë ai dhuntitë për delet, për t'i pajisur, për t'i drejtuar apostujt, profetët, pastorun gjyqtarë, mësuesit e vërtetë, vëlla motër, që zbatojnë urdhrimet e Tij, mbajnë sabatin e Tij. Dhe jo në këtë rast çfarë ne shikojmë sot dhe çfarë ti dhe unë jemi mësuar gjatë kohës, në qoftë se një në këtë rast ja quajtur drejtues nuk mban urdhrimet e Atit, festat e Tij, në këtë rast unë të këshilloj të shikosh në këtë rast të shkrimin, të mirëpajisjes për shkrimit, Ati do hapi rrugën tënde që ditë mësosh në këtë rast në asamblejë, në kishën e vërtetë që ai do të drejtoj. Dhe një fakt të thjeshtë që ti mund të dallosh, vëlla motër, një nga urdhrimet e Atit që Ati flet për secilin aq më tepër për një mësues të shkrimit,
janë në këtë rast që ti e shikon në ekran. Këto janë fake-ët që në këtë rast ne numrat 15 ati këshillon dhe urdhëron, urdhëron, jo se normal që këshillon shumë herë, por le të themi që një nga urdhërimet e tija është që neve në këtë rast të mbajmë 4 fake-ët në cepat e rrobave tona. Kjo është një shenjë dallimi, në këtë rast që thotë që zemra juaj mos shkojë në kuvrim, thotë në sytë tuaj mos shkojë në kuvrim, por kur ju në këtë rast do shikoni, thotë në këtë rast tekët do të kujtoni lavdiatit urdhërimet e mia dhe do t'i zbatoni ato në praktikë. Kur vjen tundimi e lavdiatit përpara, atëherë ati ka vendosur një rrugdalje, thotë ti nuk do shikosh majtas djata, sot ti do shikosh tekët dhe zemra tënde do sensibilizohet për të masandaj për të ditur përse, arsyen përse po i mbanë urdhërimet, po i mbanë thekët e mia. Kur gruaja me sëmundjen e në gjakut që kishte shpenzuar çdo gjë, në rrugën e saj të mundime me shumë të drejtë, ajo në këtë rast kur kaloi Mesia çfarë preku thekun e Mesias lavdiati, sepse çfarë? Mesia vetë i mbante. Se një nga urdhrimet e ati, ndryshe masandaj e bëjmë me mëkat, nëse ai nuk i mbante një nga urdhrimet që ati kishte vendosur për popullin e tij. Aq më tepër biri i tij që në këtë rast ishte një shembull ekzemplar i perfekt, pa mëkat, pa njolla, lavdiate. Dhe kur gruaja unë kam bërë mësim, ju mund ta shikoni, është në kanalin ton YouTube që ndihkurajoj tani që po e shikon, shpërndaj, vëlla motër, bëj një like diçka, në këtë rast bëj një koment. Na gëzon zemrën, jo sepse kemi nevojë për ato gjëra, por na jep një farë konteksti, një gëzim, një inkurajim që një vëlla, një motër po bekohet. E di që shumë herë ne rrim heshtur, nuk flasim dhe normal që shikohen dhe videot, por duke ditur që në këtë rast dikush bekohet, është një gëzim. Lavdiatit. Atëre, siç e tham, një nga festat e atit dhe sabatit i veçuar, dita e shtunë, fillon në të premten në Perëndim, mbaron në të shtunën në Perëndim. Kjo është mënyra biblike, llogaritës së ditës biblike, jo në 12 me 12, siç janë mënyrat që kemi marrë më përpara, ato janë në këtë rast mënyra pagane. Ajo është kalendari i Papa Gregorit të 13 që vendosi mënyrën në 1580. Këto janë evidenca, ti mund t'i shikosh, mund t'i kërkosh në kohën sot të internetit, dhe në to gjithashtu në kalendarin e Papa Gregorit, jo biblikun, ke festat e tija pagane, si që di masandaj me çdo datë, si që janë praktikuar, duke filluar nga Viti i Ri, apo Pashka katolike, Shën Valentin, etj, duke arritur deri tek pema në dhjetor, që nuk janë në këtë rast asnjë gjë të praktikuar nga Mesia, nga apostujt. Vëlla motër, çdo gjë që Mesia praktikoi, çdo gjë që ai mbajti dhe ti ke evidencën në shkrimit kur ti e lexon, ai çfarë praktikoi, çfarë mbajti festat e Atit që ishin në Levitikun 23, janë festat e Atit. Ja ku kemi këtu vargun, vargjet e para, këto janë festat e Jahve në këtë rast që ju do t'i shpallni si mbledhje të veçuara, thotë vetë goja e mbretit të lavdisë, krijuesi i qiellit dhe tokës, thotë festat e mia janë këto. Fillon pastaj me sabatin, thotë do punosh 6 ditë, në 7 thotë sabati është një pushim, një mbledhje e veçuar, dhe ajo është mbledhja e veçuar e kishës që duhet të bëjë. Vëlla motër, nga ka dalë e djela doli nga katolicizmi në vitet 362, me mbështetjen e perandorit të Romak, që ishte një adhurues i diellit dhe erdhi masandaj në besimin katolik, u bashkuan me sektin katolik ortodoks, të atëherë të krijuar në vitet 300-400 mbas ringjalljes së Mesias, dhe kështu filluan ndarje denominacione që shikon masandaj gjatë rrugës, dhe ky ishte fakti në këtë rast që unë e kam folur dhe ka evidenca masandaj Këshilli i Nicejës quhet, këto këshilla që bënin këta prifërin të katolik ortodoks, sepse ata morën në dorë, ne jemi kisha, nuk ka asnjë tjetër, ju do na dëgjoni neve, dhe filluan masandaj me mbështetjen e autoritetit të perandorit Romak, Konstantinit, dhe masandaj dolën dekrete të tilla
që shumë u persekutuan masandaj sepse po zbatonin shkrimin, po mbani sabatin dhe ata nuk donin që të kishin askur far të benin me çdo gjë që praktikoheshe nga judejtë, që ata po vazhdonin të mbanin urdhrimet e Atit, duke qenë një pjesë shumë e madhe lavdiatit që morën lajmin e mirë nga apostujt dhe e ecnin me të mirën e mundshme në rrugët e Atit. Lavdi emrit të Tij. Ja ku kemi prap sabatin, që është çfarë? Një shenjë e përjetshme dhe është për të kremtuar vëlla motër si një beslidhje përjetshme, brez pas brezi për ty dhe për mua, për familjen tënde. Ti duhet të mësosh fëmijëve tënd, do të mësosh në këtë rast dhe të kesh miqësinë me vëllezërit e motrat që kur miqëson me ta mos e ler atë miqësinë në këtë rast përciptazi dhe un po miqësoj, po lutem dhe masandaj harrojmë të adresojmë masandaj çështjet frymërore që kanë të bëjnë me urdhrimet e Atit. Normal që do kesh urtësi, ti do mirë pajisesh, po ti thuash, motër, vlla, po mban sabatin, dhe masandaj ti do të përgatitesh. Përse? Ja ku janë urdhrimet e Atit, ose dërgoj një nga videot e mia, masandaj që ai do marri apo ajo do marri për formimin e saj. Përse? Sepse jemi keq mësuar vëlla motër, si ti dhe unë kohë më përpara, normal që neve kishim marrë në një farë mënyre, na ishin thënë gjërat, ishim në si thua denominacionet, kush në reformët, në kalvinistët, apo kush në baptistët, apo në pentakost, në karizmatik, ka plot denominacione që ka dalë dhe janë formuar nga njeriu. Por unë të këshilloj që ti të rishikosh në këtë rast besimin tënd, po praktikon, në qoftë se ajo vjen në harmoni me çfarë praktikovi Mesia, në këtë rast të Jashua që ka emrin e Tij të vërtetë, dhe vëlla motër, unë të inkurajoj që në këtë rast ti të nderosh emrin e Tij të vërtetë. Mesia Jashua ishte i lindur ishte hebrej, ishte jude, ishte nga Izraeli, nga një nën izraelite që ishte Miriam. Nuk ishte Maria, Miriam e ka emrin e saj të vërtetë, dhe normal që ajo do ta thëriste birin e vet me një emër që i dha, gjithashtu normal që dha Gabrieli kur e takoi dhe i tha për të vendosur emrin e tij Jashua. Jah do thotë Jahwe, Shua do thotë shpëtim. Kur ti dhe unë themi emrin e tij të vërtetë, pasandaj po thuaj që Ati Jahwe më shpëtoi në personin e Jashua Mesias. Lavdiati, çdoja që neve deklarojmë emrin e tij për autoritet, për çlirim, për shërim, apo për dëshmi, ti po deklaron emrin e tij të vërtetë. Vëlla motër, emri Jezus çfarë do thotë? Nuk do thotë asgjë veç se ka prapashtesën Zeus, që ishte hynia e Zeusi në Greqi, që masandaj e morën përkthimin nga hebraistja për ta përkthyer në greqisht, persona që e përkthyen Biblën atë kohë, normal që nuk kishin, mos mendos sepse ata që kanë përkthyer Biblën ishin frymërorë, apo kishin kapacitet frymëror që masandaj duhet të në radhë të parë shumë prej përkthimeve që kanë bërë dhe po të shikosh janë skandal, sepse përse e them këtë? Sepse ishin njerëz që nuk pranonin urdhrimet e Atit dhe fillovi nga i fakti i viteve 300-400 kur fillojnë anullimin e urdhrimeve të Atit. Tani ne kemi besimin dhe nuk na duhen urdhrimet e Atit dhe masandaj marrim Kolosianët 2, i kryqëzoi në kryq. Kryqëzoi dokumentin, vëlla motër, që ishte dokumenti kush? Paga e mëkatit, vdekja, thot atë dokument që katën e vdekjes, Mesia me gjakun e tij e kryqëzoi për ty dhe për mua, që ti dhe unë tani të ecim në drejtësi, të nderojmë Atin në urdhrimet e Tij. Kjo është ecja e vërtetë. Gjithmonë kur flitet për urdhrimet, menjëherë kalojmë në shikon atëre ne duhet të bëjmë këto të shpëtohemi. Vëlla motër, po flasim për ecjen në drejtësi që të hymë dhe do të shikojmë vargjet në Mateu 19 apo Luka 22, çfarë vetë Mesia Jeshua tha. Ungjilli, lajmi i mirë i fillimit që predikohet, vëlla motër, në këtë rast ne nuk mund të shfaqsojmë me anë të veprave të ligjit, me anë të veprave tona të mira, se ndryshe masandaj anullojmë kryqin, anullojmë çfarë Mesia bëri në tru. Ne në këtë rast u penduam nga ato mëkate që kishim shkelur ligjin e Atit, dëshmon në zemrën tonë, ndërgjegja jonë dëshmon që kishim katuar, vjedhur, gënjyer, marrë emrin e Atit kot, kryer marrëdhënie para jashtëmartese. Të gjitha këto na bënin fajtor, paga e mëkatit është vdekja. Këtë kryqëzoi në Kolosianët 2, Mesia, vdekjen. Masandaj, ajo certifikate që u kryqëzua
Në këtë rast duhet që neve çfarë të tregojmë nderin, dashurinë e vërtetë ndaj Atit, duke në këtë rast të nderuar Atin në emrin e Tij, birin e Tij, për çdo urdhërim dhe çdo aspekt frymëror të fjalës që fryma ka shkruar dhe I kemi Biblat në këtë rast që neve çfarë duhet të praktikojmë. Ati shumë interesuar vlla motër në datat e tia të caktuara, që në Zanafilla 1:14 të thotë, to janë në këtë rast të thotë janë datat e mia të caktuara, to janë shenja që kishte vendosur dielli hënën hyjen për në këtë rast për kohët e tia të caktuara që janë festat me pa fjalë. Festat e Atit, jo festat katolike që pagane, djallëzore në këtë rast që kanë gjithmonë dhe po të fillojmë nga ato nuk mbaron, që nga Nimrodi që ndërtovi Babelin, Babiloninë dhe tek këto janë festat e Babilonisë që praktikoheshin në Egjipt, në Mesopotami, në këtë rast në Irakun e atërshme, me çdo praktikë pagane që në Kolosianë 2 prap apostulli Shaul thotë ju nuk duhet të merrni pjesë, thotë, dhe do të shikojmë më vonë lavdjatin. Sabati, një nga urdhrimet e Atit që ishte shkruar në plakat e gurit me të shkruara me gishtin e Atit Elohim. Elohim është një titull, vlla motër. Fjala Perëndia është një emër pagan. John Buzuku, priftëri katolik që në shekullin 17, në 1700, kur përkthevi Biblën tonë në shqip, vendosi emrat Perëndi që në këtë rast kishte të bënte me diellin, sepse adhuronin diellin. Perëndimi për çfarë bëhet fjalë? Perëndimi është nga vetë rrenja e fjalës, ka të bëjë me diellin. Ati në këtë rast bën një besëdhje me popullin e tij dhe ti mund të gëzosh zemrën e tij për të thirrur emrin e tij të vërtetë që ti e shikon në ekran, që është Yod He Vav He, që do thotë Yahweh. Dhe masandaj Elohim është një titull që themi neve Zot. Zot është një titull, vetë Mesia në këtë rast është Zot, lavdjatit, e beri Ati Zot, I dha atë si thua hyninë, ja dha birit të tij dhe vendosi mbret mbi gjithë universin. E beri në këtë rast e lartësoi për mbi engjëj. Kjo është një titull, vlla motër, kurse Ati ka vetë emrin e tij që është që dha në Eksodi 3, në këtë rast ky është emri im, tha. Nuk kur themi neve Zoti është një titull, nuk Zoti I thon dhe fetë e tjera, si do ta dallojmë neve Atin ton që ka një emër të veçuar, ndërkohë që thotë nderoni emrin tim. Dhe të mos përmendet thotë emrat të fuqishmëve, të hynive të tjera thotë në buzët tuaja, të mos dalin nga goja juaj. Vazhdojmë. Premtimet unë I fola pak herën e fundit dhe unë të falenderoj nga zemra për shikimet në këtë rast që takimi I fundit mori, nuk e prisja. Për takimin që patëm dije, lavdjatit dhe adhurimi ishte siç dhe sot në mëngjes, por dije ishte vërtet I fuqishëm, lavdjatit u preka shumë, I brenga ishte madhe, vajtimi për gjërat në këtë rast që do flasim, që I shikojmë, që praktikon sot ata që thrasin emrin e Mesias, që duhet të largohen nga faudhësia që është mëkat, që në këtë rast mëkati është shkelja e ligjit të Tij. Vetë Ati në këtë rast është interesuar që ne të mos e dhunojmë ditën sot të sabatit, lavdjatit, të jemi pjesë në asamblejnë, të jemi pjesë në këtë rast në mbledhjen e veçuar, të mos kryejmë punët tona, ta quajmë kënaqësi, meriton nder, lavdjatit. Heqim dorë nga urdhrimet tona, udhëtimet e larta janë lodhje vlla motër, përveç se emergjencës që ti mund të kesh, mund të shkosh te një motër, një vlla që ka nevojë për mblutje, për shërim, për çlirim apo për bamirësi në këtë rast për çdo gjë që Ati kërkon principet e mbretërisë së Tij që neve duhet të kryejmë. Behen vlla motër, sepse në këtë rast sabati është bërë për njeriu. Marku 2 e flet shumë qartë të mbretit ton Jashua dhe përcakton drejtsinë e shkrimit. Lavdjatit. Si rezultat që ti të mos e dhunosh sabatin në këtë rast të shtunën, që është një emër pagan, por sabati është vetë emri në këtë rast I vërtetë, thotë Ati thotë do të jap që të hash prej trashëgimisë të Jakovit Ati tent. Ati tonë. Këta janë etrit e vërtetë. Në këtë rast kemi që nga Adami apo Noa, masandaj kemi Enoku ishte përpara Noas, dhe kemi bestidjen e Abrahamit të përjetshme që Ati beri dhe thot vetë lavdjatit Galatasve 3:29 thot, në qoftë se tani jeni në Mesian, thoshte apostulli Shaul Pan, thoshte. Atëherë thotë ju jeni bijtë e Abrahamit në trashëgimtarë sipas premtimit. Për çfarë po thotë jeni në Mesian? Ajo fjala në vëlla motër ka një kuptim të thellë, se përmendet edhe në Efezianët 1.
që pasaj e marrin kundra reformistët me çdo lloj mësimi të rremë. Ajo fjala në Mesian do thotë nëse ti ke besuar në Mesian, tani je në beslidhje me te, në këtë rast sepse si hyjmë në beslidhje me anë të pendimit dhe besimit. Kur ne besuam, në vullosëm me frymën e shenjtë të premtimit, u vullosëm. Tani thot shkrimi që neve u filloja i veçimi tonë që ne hebrejnë të 10 të fletë, që ne të mos mëkatojmë me dashje mbasi erdhëm dinitës së vërtetës, lavdjatit. Kjo është e beslidhja që ati beri. Ne filloi veçimi lavdjatit dhe tani ne mund të hamë çdo gjë që ishte premtuar lavdjatit, sepse Mesia erdhi për popullin e tij në atë parë, sepse sot pastori i mesëm nuk e kupton. Mesia në këtë rast ku erdhi në Izrael predikovi kë lajmin e mirë të mbretërisë së popullit të tij në delet e humbra të Izraelit, tha. Unë erdha për këtë punë. Masandaj po lavdjatit i dha autoritet, pushteti, pajisi, i formovi, i mësoi bishepujt e tij për të dhënë lajmin e mirë kombëve. Por si thotë në këtë rast Romakëve 1:16, thotë më përpara lajmi i mirë është për judejnë, thotë nuk kam tur për lajmin e mirë të mbretërisë, sepse është në këtë rast fuqia e shpëtimit, thotë për secilin që beson, thotë më përpara për judejnë, të pasaj për grekun. Grekun e ka fjalën që janë kombet në përgjithësi, nuk ishte fjalën për Greqinë vetëm. Ka fjalën për kombet jashtë, në këtë rast Izraeli që do besoni tek Mesia. Aman fillimisht ishte për judejnë, për Izraelin, lavdjatit. Kjo është ajo hyrja që neve bëmë që morëm në këtë rast me anë të besimit, hyrëm beslidhjen në 12 fiset e Izraelit, u bashkuam, u shartuam. Romakëve 11 e thotë, në ajo pema, disa prej degëve janë ata që kanë besuar tek Mesia, dhe disa në këtë rast prej nesh, kombe që kanë besuar prapë tek biritia, jemi neve dhe jemi në të njëjtën pemë. Por sot shikojmë që disa prej degëve të asociuar të krishterimit mburet kundra judejve që kanë besuar dhe thonë tani ne jemi kisha ata, nuk kemi pjesë me ta. Jo, sepse ne tani ai erdhi për ne. Mesia erdhi për ta, masandaj na bashkovi vëlla motë, do restauroj 12 fiset e Izraelit që dhe do na mbledhë dhe neve në tërë kombet ku neve jemi shpërndarë, ku ata fillimisht janë shpërndarë, që Jakovi 1:1 ta thot haprazi. Përshëndetje vëllezër, 12 fiset e Izraelit të shpërndarë, thot në diasporë, si sot letrat e para e Pjetrit. Lavdjatit, unë lutem që ti të marrë dëshminë në zemrën tënde, vëlla motër, që të mos dhunosh sabatin, të mos tërhiqesh nga mësimet të gabuara. Mund të shikojmë shpejt evidencën e shkrimit dhe për të thënë disa kur ti shikon dita e parë e javës apo ke parë si thua në para Korintasve 16:2 apo veprat 27 në Gjoni 28, ku shikon gjëra të tilla në ditën e parë të javës, mos u gënje, vëlla motër, me gjithë sinqeritet, sepse i kemi shikuar me kohë, me vite, i kemi gërmuar gjëra të tilla dhe po të hysh në konkordancën që është ajo në këtë rast greqishtja, fjalët që janë përdorur, fjala, masandaj shikon që fjala çfarë, ditë është shtuar. Fjala sabaton është përkthyer javë. Nga vetë greqishtja, po ta secili për ju ta përkthej fjalën sabaton del sabat, nga vetë rrenja e fjalës. Nuk ka të bëj fare me javën, por ishin njerëz që përkthyen dhe futën masandaj shtuan gjëra sepse nuk besonin në këtë rast urdhërimet në sabatin, në festat e vërteta të Atit, sepse ashtu ishin mësuar, gjërat ashtu thanë mbas ikjeve të apostujve, që vetë apostulli Shaul Pali thotë keni kujdes sepse do dalin ujqër që nuk do kursejnë kopejnë, thot. U kam paralajmëruar, thot, prej vitesh me lot, thot, për 3 vjet. Ja ta shikosh vetë vëlla motër, sepse masandaj po themi ndoshta diçka. Shikoj ti evidencën, unë po i hedh thjesht shpejt që ti të shikosh evidencën masandaj vetë të asaj që po them, sepse çdo gjë që flasim e mbështesim me shkrimin, kemi frikën e Atit dhe nuk lejojmë që diçka e vogël e në thonjza të anashkalohet, sepse ajo e vogla shumë herë bëhet e madhe. Dhe pak brumë, si tha vetë apostulli, tha, e prish sa të tërë, ajo pak ma jaja në këtë rast, e prish tër brumin apo jo. Ja shikohet ti në ekranin tënd. Ja ku kemi, si thashë,
të parën e Korintasve 16:2. Fjala nga greqisht është katamia sabaton. Katamia sabaton, që do thotë në çdo sabat, thoshte të verë minjanë, në këtë rast, çdo njeri për ju, sa sa mundet, sipas të ardhurave të tija. Që kur të vi unë thotë mos bëhet atëre mbledhje ndihmës. Do thuash ti vëlla, po jo, nuk është në ditën e parë të javës. Le ta shikojmë atë ditën e parë. E shikon në ekranin tënd që nga gjuha origjinale greke fjala ditë që ke në klapa katrore, në këtë rast është shtuar sepse në të njëjtin rresht nuk ka këtu ku ka mund shigjete, nuk ka një fjalë greke. Për çdo fjalë që ti shikon, ka, për shembull opone ke në anglisht, ke kata, esis, ke çdo. Ke në çdo rresht është korrespondente një fjale, por fjala ditë këtu përse duhet të shtoheshe? Fjala sabaton në përkthyer javë. Ne ta shikojmë fjalën sabaton. Është përkthyer 68 herë fjala sabaton, sabat me mesian, pastaj në 2 raste na u bë javë. Komplet kundra, ja ku ke fjalën sabaton nga interinari apo nga korkodanca, që do thotë dita e 7 e çdo javës, një festë e shenjtë, prap thotë që të cilën izraelitëve u kërkoi, ta na kërkoi edhe ne, normal që kërkove atyre. Por konteksti çfarë është? Dita e 7 thotë është. Institucioni i sabatit, një ligj për shenjtërimin, për veçimin të çdo të 7 ditë të javës. Një sabat i vetëm, dita e sabatit. Përse duhet kalonte javën? Përse u përkthye javë? Njeriu vëlla motër ka shtrembruar shumë gjëra, prandaj neve duhet jemi diligjent për të shikuar gjërat vete. Një të njëjtën gjë, kur thot në veprat 27, ke Eva ose si ka këtu tash mia to sabaton. Do thotë në një prej sabateve të shtunave. Prap, në njëjtë kontekst, fjala ditë nuk ekziston në greqisht. Shtuar, çdo njeri që po të shikosh një fjalë me klapa katrore, çdo një të rast mësues e leksikoni apo çdo njeri që ka një njohuri të, si thuash, leksikore të shkrimeve, kur shikon një fjalë me klapa katrore, supozohet që mund të ishte, mund të jetë, ne nuk ecim me mund, supozohet. Ne ecim me atë që kemi dhe duhet të ketë një fjalë, nëse nuk ka, përse të ta shtojmë? Kjo është evidenca për të thënë vëlla motër që fjala sabaton do thotë sabat dhe fjala ditë, siç e pe dhe siç e shikon këtu me të rrethuar me të kuqe, u shtua. Këto unë po të jap thjesht si evidenca, normal që sabati ti është i përjetshëm, një besëdhje e përjetshëm, por dhe nga fakti që ti shikon ekran në këtë rast të ndryshimeve që ka bërë njeriu, ja ku i ke, sepse fjala ditë nuk është prezente, është shtuar nga përkthyesit e atëhershëm të versionit të King James. Vazhdojmë vëlla motër, vazhdojmë në shkrimin. Shkrimi na thotë në këtë rast, veç shkrimi në këtë rast përcakton thotë që paqe të madhe kanë ata që duan ligjin tënd. Psalmi 119, që duan festat, urdhrime, sabatin tënd thotë. Paqe të madhe, dhe ti duhet të kesh paqe, nëse nuk ke paqe në zemrën tënde, do thotë që diçka nuk është në rregull me atin. Sepse në një mënyrë apo një tjetër ka diçka në këtë rast që është brenda në zemër për shkak të shkeljes së këtij ligji që është mëkati. Ose andaj ti shkon përpara atit, kërkon në këtë rast ose merr konsultën nga në këtë rast dikush që mban urdhrimet, festat e tija, çfarë rrugën tënde që ai mund të njohi, dhe mos andaj ti mund të marrësh paqen, mund të marrësh pastrimin, dhe në këtë rast siç atë thotën e para e Gjonit 1:9. Në refrejmë, mos andaj thotë ai është besnik që na pastron lavdjatin nga çdo paudhësi që kishim kryer ndaj tij. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin tënd dhe nuk ka asnjë gjë që mund t'i rrëzojë, nuk ka asnjë gjë në jetën tënde që mund të rrëzojë vëlla motër, e di pse, sepse ti po ecën në këtë rast drejtësisht lavdjatit me te, duke mbajtur ligjin, urdhrimet e tija që në këtë rast janë të mira, të drejta, të shenjta, Romakës 7:12. Në Timoteu vetë thotë ligji është i mirë, thonë nëse neve përdorim siç duhet, jo ta shtrembërojnë siç e bëjnë sot apo ta heqin fare që është paudhësia me madhe që unë lutem atit që në Mateu 7 të mos vazhdojnë shumë prej tyre dhe pastorit tënë që ti po më dëgjon të pendohet nga mësimet teologjik të reme që kanë mësuar. Isha në Shqipëri në këtë rast dhe në një asamble në Durrës dhe ky pastori tonë ka shkuar në shkolla e Moodit. Dia Moody në këtë rast ishte
në këtë rast një pastor dhe që ka shkollat e tija biblike në Amerikë, në këtë rast përcaktohet shkrimi nga D.L. Moody, nga shkollat e tija, që nuk pranojnë urdhrimet festat e atit, sepse dikush shkon në një shkollë të quajtur biblike, do thotë që po merr prej shkrimit. Kur do jetë koha që neve të marrim nga fryma e shenjtë çfarë ka shkruar në Bibël? Nuk është nevoja që ti të harxhosh kohën, të harxhosh në këtë rast çdo burim që ke, sepse kanë dhe kosto, normal që kanë dhe kosto, për të instruktuar në rrugën e drejtësisë nga persona që kanë anulluar ligjin e atit. Lexo shkrimin, vëlla motë. Merr kohën tënde të studimit siç kemi bërë neve për vite. Masandaj do kuptosh sepse është mësuesi i përsosur lavdiatit fryma e shenjtë. Apo jo? Ne i themi ato fjalë, deklarojmë ato gjëra që fryma e shenjtë do më mësoj, do më drejtojë, por kur vjen puna masandaj për praktikën, harrojmë çfarë duhet të bëjmë në praktikë. Mos e lejo që i ligu të gënjej, vëlla motë. Lexo shkrimin, merre me zemër, merre me prioritet, si mund ta them, me zell, me sinqeritet dhe ta marrësh me seriozitet leximin e shkrimit çdo ditë. Nuk është nevoja që dalë se po do t'i lexoj këtë orë me njëherë ti mbaroj sa më shpejt. Vllai ka thënë gjithmonë, merr një libër të shkurtër që ka 5-6 kapitull dhe fillo studioje, fillo në këtë rast qëndro, mbaje për 1 muaj, për 2 muaj atë libër. Okej, do të lexosh psalme, lexo disa psalme dhe 1 fjalë të urta sepse janë 31, 1 në muajt, sipas ditës së muajit. Por ama librin tënd të fokusit mbaje për 2 muaj. Masandaj do ta shikosh sepse po mbjell fjalën e tij aq thellësisht dhe ka qenë bekim për jetën time apo dhe për ata që në këtë rast na kanë thënë më përpara. Kjo është mësimi, studimi të ngulmosh në ligjin e tij të përsosur, sepse masandaj do fillosh të marrësh gjëra që nuk ti kanë thënë. Do di si të përgjigjesh, do di si mund të instruktosh, të mësosh familjen tënde, fëmijët tënd. Në një miqësi kur dikush të vjen dhe të predikon apo të flet diçka, me çdo gjë që dalin sot në internet, me çdo lloj faqe që ka që ati pas mëshirë. Dalin njerëz sepse kanë lexuar gjysmën e Biblës, apo kanë disa kapituj dhe kanë hapur një faqe, hajde lutemi. Hajde lutemi. Kemi marrë vite, vëlla motër. Kemi marrë vite para se të hapnim në këtë rast diçka, por erdhi sipas vullnetit të tij. Erdhi dhe vjen çdo gjë, është e përsosur, është e bukur, mrekullueshme në kohën e tij. Vëlla motër, shikoj pak shkrimin në ekranin tënd dhe unë të inkurajoj siç thash dhe dije, lexoje Psalmin 119. Dhe çfarë bëjnë sot? Pastorët thonë që Psalmi 119 apo psalmet apo fjalët e urta, ato neve në këtë rast marrim gjërat që na nevojiten sipas dëshirës time, por janë ca gjëra që ne nuk i duam atje, nuk janë për ne me tani. Atë do të thënë vargjet që neve kemi në ekran deri në 11, vargu i parë nuk është më për pastorin, nuk është më për ty edhe për mua. Lum ata që kanë një rrugë pa njollë që ecin me ligjin e Jahve. Si ti dhe unë, vëlla motër, do kemi një rrugë pa njollë. Çfarë do thotë pa njollë? Rroba e drejtësisë që na u dha në momentin që ti dhe unë besuam në Mesian, kur ti dhe unë themë deklarimin ton, hapëm zemrën, ajo rroba e drejtësisë duhet qëndrojë çfarë? Pa njolla, sepse mëkati e njollos. Dhe si mund ta mbash ti dhe unë pa njolla? Në këtë rast duke ecur me ligjin e tij. Mëkati është shkelja e ligjit. Unë nuk e kuptoj mendjen e shumë në këtë rast të besimtarve, dhe normal që kur dola para ca vitesh dhe fjala masandaj ndan, veçon, si thot në Timoteu, thotë, çdo gjë është e mirë, thotë, është e veçuar nga fjala. Ai ushqimi, ai i mirë është sepse veçon fjala. Jo çdo gjë që neve shikojmë në market apo shikon në çdo gjë që shikon nëpër arat apo fluturon apo që ka ushqim për njeriu. Ushqim për njeriu është ajo që përcakton shkrimi, Levitiku 11, ligji për të rirë 14. To në këtë rast janë ushqimet që ati thotë që mund të hash. Gjërat e tjera thotë mos u aventurofë sepse kanë parasite, kanë nivele të larta në këtë rast hekurja apo çdo gjë që në këtë rast nuk është dhënë për ty thotë. Ti je tempulli i frymës së shenjtë, fillimisht duhet ta mbash të pastër thotë. Nga ana e zemrës
që të mos ndotes, po gjithashtu dhe çdo gjë që fut që nuk duhet sepse thotë një është një gjë e papastër, do dëmtojë trupin tënd. Kocet, derrin apo leprin apo çdo gjë tjetër, miun apo nuk janë për t'u ngrënë. Dhe sot masandaj nga predikimi i një deklarimi që bën dikush në Tiranë, masandaj kalojmë në apo tani jam kandidat për deputet, kalojmë në politika. Para ca javës i shikon që ishin në podiumin, ishin ata të devotshmit në dukje me çdo veshje që shikon nga jashtë, masandaj tani jemi për deputet. Këto janë gënjeshtra sot që mbajnë peng shumë prej besimtarëve në ambiente të tilla, dhe ati pas mëshirë. Lum ata që kanë një rrugë pa njollë që ecin me ligjin e Jahve. Vlla motër, po të shkosh në Luka 1, vargu 5-6, flet për prindit e Johanan, gjon pak zorit, që ecnin në pa njolla, pa të meta, prindërit e tij, duke ecur në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit. Në njëjtë kontekst, Luka 1, në dhjatën e re. Lum ata që respektojnë mësimet e tij, kërkojnë me gjithë zemër dhe nuk kryen të keqen, por ecin në rrugën e tij. Cila është rruga e tij? Rruga e ligjit, rruga e urdhrimeve. Ti na ke urdhëruar të respektojmë urdhrimet e tua me kujdes. Të ka urdhëruar ty dhe mua, vlla motër, Ati, që të respektojmë urdhrimet e tij me kujdes. Fjalë të urta 3, është një njëjti kontekst, na japin jetë, na japin shërim. Fjalë të urta 4, shërim ndaj kockave tona, kur neve në këtë rast i ruajmë në zemrën tonë, lavdjatit. Mësimet e tija duke treguar se çfarë thot shkrimi. Kujdes që të në këtë rast të mësoni të gjykoni. Gjykojmë vlla motër nëpërmjet urdhrimeve, nëpërmjet fjalës që janë urdhrimet e tija, në këtë rast që shikon në themelet, në dhjatën e vjetër, ashtu gjykon rrugën tonë nëse neve po ecim drejtësisht. Jo sepse mua më duket e mirë në syrin tim apo nuk ta bëj këtë gjë sepse pastorët karizmatik më theshin vite më përpara që normal që isha ajo Delia që është e veçuar, mos u merrni me atë sa i flet për shenjtërimin. Është një ngjill i balancës lavdjatit, kemi hirin, kemi dashurinë, po Ati ka drejtsinë, ka çdo karakterin e tij që është karakteri i përsosur, që është lajm i mirë, i balancuar. I mbretërisë së tij, nuk mund të vazhdojmë kam vetëm hirin dashuri. Hiri i dashuria nuk erdhi që neve të ecim në mëkat. Mëkati është shkelja e ligjit, por ai pastor, ai ungjilltar, ai profet që dalin sot shumë profetë, ata nuk kanë kuptuar, dhe nuk besoj se nuk e di, nuk kanë kuptuar çfarë mëkati. Mëkati është sipas definicionit për kufizimit të shkrimit. Duke ruajtur urdhrimet e tija, thotë Ati, thotë zemra jote, le të kujtoj fjalët e mia, jam këtu në fjalët e urta 4, po lexoja. Ja, mund ta hedhim në shkrimin që dhe ti të shikosh që atë që po them që është në kontekstin me çdo gjë që Ati ka shkruar në shkrimin, nuk është diçka ndryshe vlla motër. Asnjë gjë në shkrimin nuk është kontradiktore, nuk është në kundërshtim. Nuk është në kundërshtim Zanafilla me Jakovin. Sepse vetë Jakovi po fliste çfarë? Po fliste Psalmin 1, ne Jakovin 1. Të ngulmojmë në ligjin e përsosur, thotë se çdo gjë që do prekësh, pasandaj do kesh mbarësi. Të meditojmë tek ligji i tij ditë natë që jemi pema që është e frutshme apo jo. Ne Psalmin 1. Apo ne shikojmë dhe pasandaj dëgjoj shumë herë, normal që dëgjoj ta shoqëruar që janë këta shëbëtorët me famë në vendet të caktuara, apo në Afrikë, apo në Amerikë, i deklarojnë këto shkrime, po i deklarojnë për të dukur, sepse në radhë të parë nuk i zbatojnë. Dhe çdo gjë që ti dhe unë në këtë rast kemi kuptuar dhe e bëjmë praktikën në jetën tonë, ajo fjalë masandaj, ajo do në këtë rast do i bekimi jot, sepse e kam thënë dhe e ritheksoj edhe një herë vlla motër. Ati ka vendosur shkrimin e tija në kontekstin, në rreshmërinë, në këtë rast në vendin e dur që ajo fjalë të ketë manifestim. E përsëris dhe një herë. Ati ka vendosur fjalën e tija që të ketë manifestim në këtë rast në kontekstin e dur, në autoritetin që i ka dhënë në këtë rast në atë vendin që ai e ka vendosur. Jo të unë e ti tash e marrim e deklarojmë atë fjalën atje, se më duket e mirë dhe unë do marr bekimet apo siç vazhdonim dhe ju jeni shumë dëshmitarë si vetja time, që neve merrim psalmet tash do deklaroj psalmet
çdo mëngjes që unë të marr bekimet e psalmet. Vlla motër, bekimet e psalmet fillojnë që me vargun e parë të psalmit 119, që është themeli në jetën tënde. Mund të shkojmë në psalmin 1. Si thot psalmi 1? Lum ata që nuk marrin këshillën nga të pabesësku, që kanë braktisur ligjin e Atit, por lum ata që meditojnë tek ligji i tij ditë e natë, që Mesia meditonte tek ligji i tij ditë e natë. Apostulli, thoshte vetë apostulli Shaul Pali, thotë në Veprat 21, i thoshte Jakovi, vlla, sa ndal ca gënjeshtra nga këta judaizmi, nga këto sektet, nga këto kultet, te që neve i dimë. Dhe po flasin gënjeshtra kundra teje, po unë e di që ti je të mbindur ndaj ligjit. Vetë apostulli Shaul në këtë rast që ka shkruar 2/3 ishte bindur ndaj ligjit. Shko shikoj në Veprat 21. Anania, që ishte dishepulli që Mesia vizitoi në vegim, që shkotha në pikërisht në apostulli që u bë më vonë, Shauli, që ka emrin e tij të vërtet, Pali që themi. Mesia vizitoi Ananian, që thot shkrimi në Vepra 22, që ishte devotshëm sipas ligjit dhe kishte një dëshmi të mirë midis judenjve. Si mund të kesh një dëshmi të mirë midis judenjve? Duke braktisur ligjin, nuk ke një dëshmi të mirë. Por vetë shkrimi dëshmon që ai ishte devotshëm sipas ligjit, do thoshte urdhërimet e Atit, festat e tij ai mbante, që ishte besuar tek Mesia normal. Edhe në këtë rast kishte një dëshmi të mirë, për shkak sepse ishte devotshëm sipas ligjit. Okej, judejnë të nuk besoni tek Mesia, ajo është çështje tjetër, por po përcaktoi karakterin e Ananias që ecte si Pali, si Jakovi, si Pietri, Kefa që ka emrin, apo Gjoni që shkrojti dashuria vërtetë ndaj Atit, në para Gjonit 5:3. Është që neve në këtë rast të zbatojmë urdhrimet e tij dhe nuk janë të rënda. Në kur shikojmë urdhrimet e Atit, cilat janë vëlla motër? Urdhrimet e Atit nuk janë 2-3 gjëra në Vjetën e Re, nuk ka shkruar Ati urdhrimet e tij, bazën e tij në këtë rast në Vjetën e Re, në Besëlidhjen e Re. I shkrojti më përpara, ne nuk i dinim, ishim pa shpresë, pa Elohim në këtë botë. Po hiri i tij u shfaq që ne në këtë rast të shikojmë karakterin e tij, që të ecim në këtë rast me ligjin e tij, që të jemi çfarë panjollë. Ja, që po shikonim në fjalët e Uta 4, thot, zemra jote të kujtoj fjalët e mia, cilat janë fjalët e Atit, të ruaj urdhrimet e mia dhe do të jetosh. Do të jetosh. Do kesh jetë. Njeriu do të rojë nëpërmjet tyre, Galatasve 3:12, çfarë po përmente apostulli Shaul Pali në Galatasët, po përmente profetin Jezekiel. Në kapitullin 20 do ta shikojmë më vonë, të njëjtin gjë. Çfarë po thoshte që njeriu do të rojë nëpërmjet besimit? Ajo deklarim ku ishte bërë? Ishte bërë nga një profet tjetër që apostulli mori 2 profetë dhe i solli në Galatasët për të vënë balancën. Por sot përdorin atë Galatasët me njëherë si atë kartën e heresisë, me njëherë që ja, kjo është arsye, shikon Galatasët i kele. Po i kemi lexuar Galatasët, ta marrim studim së shpejti. Dhe Galatasët do fundos çdo gënjeshtër që këtë rast janë thënë pastorëve në për shkollat teologjitë e tyre. Shiko shkrimin vëlla motë, çfarë thotë? Ruaj urdhrimet e mia dhe do të jetosh. Përse? Sepse mëkati sjell sëmundjen, mëkati është shkelja e urdhrimeve. Hati në këtë rast, pastaj thotë, e ke lexuar ndonjëherë Jobin 3:3 vëlla motë? Është për lavdi të tia. Për lavdi të tia. Unë ja po e hedh sepse shumë prej jush nuk e kanë marrë kontekstin e dur dhe shumë prej shkrimeve që neve shikonim më përpara, nuk i merrim kështu as i shikojmë për të ditur kontekstin, për të ditur atë harmoninë e shkrimit. Tani në urdhrimet ti do të kesh një farë mënyre dëshmi në zemrën tënde. Po të shikosh librin e Jobit. Jobi flet diçka në këtë rast që ishte në Jobi 3:3. Fletën diçka shumë të mire që unë kur e kam lexuar para një viti, në këtë rast me syrin e në këtë rast të urdhrimeve, të frymës së shenjtë që tani unë shpresoj që dhe të hapen në jetën tënde. Masandaj erdhi diçka që vjen ajo gjë e mirë vëlla motër që duhet të vinë në zemrën tonë, vjen ajo frika e mirë që në zemrat tona. Ja ku e ke në ekran, po e zmadhoj pak që ta shikosh. Njeriu paralajmërohet, që kam bërë unë deklarimin lart për ta kuptuar, nga mëshira dhe dashuria e Atit Elohim, që të kthehet tek ai,
Kjo është gjithmonë vëlla motër, kur neve vuajmë diçka në jetën tonë, kur ka diçka, ati ka pare që nuk në këtë rast ka diçka. Ja, jemi sot në ditën e sabatit, sa prej vëllezërve e motrave në këtë rast mund të jenë në miqësi në ditën e tij të veçuar, që thotë duhet të jetë një mbledhje e veçuar, një mbledhje e shenjtë. Fjala e shenjtë ka lindur nga katolikët. Kur themi sepse ata merrnin pakuj apo ja kjo është e shenjtë apo qirin të bekuar, të bekum thoshte ai në laç me këta neve. Fjala e shenjtë nuk ka fjala e shkrimit që thotë vetë nga përkthimi i hebraik të thotë i veçuar. Është një mbledhje e veçuar sepse ti e unë e veçojmë. Kur e veçon diçka e lëmë njënë, kjo është për një qëllim të saktuar. Ati thotë ditën time veçoje thotë. Mos e në këtë rast mos e ndot, mos e në këtë rast e dhuno. Njeriu paralajmërohet në gjithashtu thotë në dhembjet e shtratit të vet. Bëhet njeriu paralajmërohet. Kur neve na vjen o themi gripi, gripi vëlla motër janë demonë që në këtë rast janë lejuar që të hynë në trupin tonë, të infliktojnë me sëmundje, ka lejuar ati, di pse? Sepse ka parë diçka që neve nuk ecim dhe nuk është unë besoj që ato paralajmërime her pas here vinë nëpërmjet shkrimit derisa diçka e tillë në trupin tonë të vijë mundimi. Shikoj Jobin. Jobi këtu pikërisht Jobin kemi një ecje që dëshmon masandaj më vonë, por do ta shikojmë sepse kishte shkelur drejtsinë e Atit. Njeriu paralajmërohet gjithashtu në dhembjet e shtratit të vet. Paralajmërohemi vëlla motë që ne të kthehemi, të mos mëkatojmë me, në këtë rast sepse nëpërmjet asaj eksperiencë që ti dhe unë mund të kalojmë, mësojmë. Sepse i thua fëmijës, në këtë rast mund t'i themi, babi mos e ver dorën e soba, se do ta djegë se është soba e nxehtë. Okej, ikën një herë, kthehet prapë. Mos e ver se është ai me anë të fjalës shumë nuk do dëgjojë gjë do ta vera, por në momentin që e vuri dorën atje do ta djegi. Pastaj herën tjetër nuk e ve sepse nga eksperienca që kalovi nuk do vej ta ver dorën atje apo jo. Sado që ti dhe unë mund t'i themi me fjalë, mos e vera gjende e vuri, sepse kjo është natyra e njeriut. Duhet të kalojmë disa gjëra në jetën tonë që neve të mësojmë. Kur apostulli Shaul Pali thotë në para Korintasve, mos gaboj në kapitulli 3, por thotë që u munduam thotë në këtë rast deri në pikën e vdekjes thotë që neve të mos e vendosnim besimin ton tek vetja thotë, por tek Ati Elohim që ringjall të vdekurit. Kaloi një eksperiencë apostulli që nuk e kishte kaluar. Dhe ato janë të mira her pas here vëlla motër sepse na rafinojnë, na pastrojnë zemrën, na bëjnë esëll. Të bëjnë shumë esëll, shumë situata dhe mos e merr vëlla motër situatën që ti kalon në familjen tënde për shkak të situatave, mund të jesh në një familje në të partnerit tënd nuk është besimtar apo ka disa situata të ndryshme, ti i di. Ato situata do në këtë rast do formojnë karakterin tënd më të fortë. E di pse? Sepse për diçka në këtë rast që do të vijë, është ajo përgatitja në këtë rast për gjëra që mund të vinë më vonë. Ai rafinimi që në këtë rast neve testohemi nëpërmjet eksperiencës. Sepse kur ti dhe unë mund të rrim në shtrat, dhe secili për nesh ka ndenjtur, mund të rrim në shtrat me dhimbjet në trupin tonë, për atë një javë, kur realizon që këto gjëra erdhen dhe unë lutem atë që ti të realizosh sepse shumë prej besimtarëve kur vijnë ato gjëra në këtë rast edhe më njëherë ja vjen normal i ligu erdhi, po erdhi u lejua pse erdhi? Pse erdhi kur krahët e Ati kishin mbuluar Jobin në personin e tij, në familjen e tij, kishte fjalën për të fëmijët dhe gruan. Masandaj thotë dhe gjërat që ai kishte, tha ti ke vënë mbrojtje tha Satani, thotë hiqi ato mbrojtjet pa të shikosh tha pastaj. Do thotë që Ati kishte vënë mbrojtjen dhe Ati mund të vendosë mbrojtje në jetën tënde dhe timen. Psalmi 91 vëlla motër që neve shumë herë kemi merrni më përpara. O ja, shikoj vargun e parë në Psalmi 91 çfarë thotë. Dhe aty është konteksti dhe fillon çdo gjë në vargu i parë. Ja, mund ta shikojmë së bashku. Kush banon? Kush? Këtu është kushtëzimi. Thot cilat janë ata persona, thot cilat janë ky grup personash apo ai individ, ai besimtar që banon në strehen e shumë lartrit. Në strehen, ka një strehë, janë krahët e tija që mbrojnë.
Gjithashtu thot pushon në hijen e të plot fuqishmit. Lavdiatit. Ja, le të marrim këto dy vargjet e para, se po të vazhdojmë më tej nuk mbarojmë. Do të vazhdojmë me mësimin, por le të shikojmë vetëm dy vargjet e para. Dy vargjet e para. Që ai është i mbushur, vëlla motor. Unë lutem Atit për ju që keni zemër për të mësuar shkrimin, për të predikuar shkrimin. Vëlla motor, nuk është nevoja që ti të shkosh të marrësh prej teologjive. Në qoftë se do fillosh të zbatosh urdhrimet e Atit, Ati do të hapi shkrimin. Është fryma e shenjtë që do të mbushi, do të pastrojë kur të largoj nga ato mësimet e rreme, atëherë në këtë rast do fillosh të predikosh fjalën e vërtetë, sepse çdo apostull, profet, ungjilltar, mësues, pastor që nuk praktikon urdhrimet e tij është në këtë rast në mësimet e rreme. Mos e dëgjoj vëlla motor, sepse ka pasoja. Kur dëgjoja pastorët e mi dhe ishte njëri që ishte online në Nigeri dhe pastorin tim këtuja për vite që normal që kalova vite u pagzova atje në ujë dhe në frymën e shenjtë u pagzova vetë në shtëpi, erdhi vizitoj vetëm prej Tilavdis, por më vonë Ati më tregovi një ëndër shumë të fuqishme, pikërisht me ato dy persona. Pikërisht me ato dy persona dhe kuptova, thash, nuk jam në vendin e duhur, nuk po përse duhet të vazhdoj dhe Ati po sillte paralajmërimin e tij. Megjithëse mos ndaj një ëndër tjetër më shfaq që donin të më pagzonin në këtë ujin e në këtë vaskën me ujë të turbull, pikërisht ajo kisha që isha. Dhe poshtë kishte të pastorët dhe njerëzit që ishin në ujërat e turbullta dhe thoshte ai që la unë isha në katin lart, unë ndodha në këtë katin e dytë, në këtë si balkon, dhe më thoshte, hidhu, hajde poshtë. Më shikoj një ujë, thash, se të vetëm, çfarë ujë është atje? Jo, i thosh atje, në rregull, në atë moment më shfaqet një vask aty afër dhe donte të pagzonte dikush njëri prej tyre nga pleqtë, të pagzoshe në ujin e turbull. Masandaj thash, jo, ika. Dhe unë ngrit, thash, e kuptova, u zgjova në atë moment, e kuptova. Ujë turbull, çfarë do thoshte? Doktrinat e rreme. Doktrina mësimet e rreme. Që unë lutem Atit që ti të kuptosh në jetën tënde dhe të mos sepse njerëzit, si thos vetë shkrimi, nuk do durojnë doktrinë e shëndoshë. Kush është doktrina e shëndoshë? Fjalët e urta 4. Ishte këtu, jo, e kishim pak më përpara. Në Fjalët e urta 4:1, me që jemi lavdiatë jashtë, shikojmë në Fjalët e urta 4, fillon që në fillim. Doktrina e mirë, doktrina e shëndoshë. Të ne shumë herë dëgjojnë dhe shumë persona dëgjojnë fjalë, doktrina e mirë, doktrina e shëndoshë, ne duhet ta praktikojmë, ne praktikojmë, ne mësojmë, ne praktikojmë doktrinën, predikojmë doktrinën e mirë të shëndoshë, vërtet? Ja, të dëgjojmë doktrinën e mirë në Fjalët e urta 4:1. Normal që ti nuk i ke parë këto vargje, siç nuk i shikonim dhe neve. Dëgjoni mësimet e një Ati, thot vetë mbreti lavdisë Jahve në këtë rast sot. Tregoni kujdes, tregoni kujdes që të mësoni të gjykoni. Ku ishte fjala të mësoni të gjykoni? E pa pak më përpara këtu. Të tregonim kujdes, po ishte në fjalët e urta. Respektoni urdhrimet e tij, apo në fjalët e urta, pikërisht në Fjalët e urta 4. E kishim aty një moment për lavditatit. Të tregojmë kujdes për fjalët e thënit e tia, që ishin urdhrimet e tia, lavdiatit, që të kemi jetë, të ruajmë në qendër të zemrës tonë, sepse janë jetë për ata që i gjejnë, janë jetë vëlla motër për ata grup personash që i gjejnë urdhrimet e tia. Unë i kam kërkuar, ku ishte fjala? Kam kërkuar urdhrimet e tua dhe ishte fjala këtu. Kërkuar urdhrimet tënde me kujdes, ishte e thotë vetë. Të kam kërkuar me gjithë zemër. Mos më lërë të devijoj, ja ku është shkrimi. Kam kërkuar me gjithë zemër, mos më lërë të devijoj nga urdhrimet e tua. Se po devijuam nga urdhrimet e tia, jemi me njollë, nuk po ecim në ligjin e tij që përmban urdhrimet e tia. Hasa sa harmonika shkrimi vëlla motër.
janë në këtë rast jetë dhe shërim për gjithë trupin e tyre, vëlla motër, për ata grup personash që i gjejnë në urdhërimet e tia, ligjin e tij, vëlla motër, që është doktrina e shëndoshë. Prandaj thot, po t'u jap një doktrinë të mirë, të shëndosh, mos e braktis ligjin tim, thot ati, ty dhe mua. Mos e braktis ligjin tim. Çfarë kanë bërë sot asamblejtët në denominacione që shikojmë sot, protestante apo këta di unë çfarë si quajnë? Kanë anulluar ligjin, kanë braktisur ligjin e Atit. Ati thot mos e braktis, në këtë rast bëjnë të kundërtën. Kur ecën kundra fjalës, ti duhet të kesh një dëshmi, çfarë ndodh me një besimtar? Nuk është në rrugën e mirë, nuk është në rrugën e Atit, është në rrugën e gënjeshtër të Satanit, dhe unë lutem Atit që të dalim, si dolëm dhe ne, vëlla motër, ka me miliona që vazhdojnë të dalin sot e kësaj dite që janë besimtar në Mesian Jashuan, që po vinë në të vërtetën dhe kanë dalë nga gënjeshtrat e katolikëve që na kanë mësuar me teologjitë e tyre, me reformistët mësën 1600, që shumë për ju shi kuptoni çfarë po them, nuk ishte shkrimi, nuk përbejnë apostujt. Kush banon në shtrehen e të shumë lartë të pushon në hijen e të plotfuqishmit? Kush banon? Kush qëndron? Banon si? Në zbatim të fjalës. Kratë e Atit, siç thamë, mbronin Jobin, të mbrojnë dhe ty dhe mua. Qëndron në shtrehen e të shumë lartë. Gjithashtu thot pushon në hijen e të plotfuqishmit. Si pushojmë? Në të rast çdo brengë që ke, çdo vëlla motër, ja jep Atit. Ajo është pushimi, besimi në këtë rast. Përse thot? Sepse ti je streha ime. Ja, me njerë fillon deklarimi i zemrës, sepse nga brendësia e zemrës goja flet, apo jo? Ti je streha ime dhe kështjella ime, Elohimi im, dhe me njerë deklarata. Si thotën e Zbulesa? Që në këtë rast do të fitojmë me anë të çfarë? Deklarimi thotë që ishin në Mesian me anë të gjakut, me anë të fjalës, me anë të bestidjes dhe me anë të fjalës që ata po praktikojnë dhe dëshmojnë. Sepse ti dhe unë mund të adhurojmë dhe mund të deklarosh dhe mund të flasësh në ato gjëra që ke në zemër, që i ke mbushur, ke mbjellë ndoshta fjalën, dhe duhet që ta mbushim dhe ta mbjellim fjalën ti në zemrën tonë. Ti je streha ime dhe kështjella ime, Elohimi im, të cilit i besoj. Ja si vjen në këtë rast praktika, banimi, pushimi ka të bëjë me zbatimin e fjalës dhe besimi, që janë të lidhura në këtë rast dhe nuk ndahet ecja, zbatimi fjalës me besimin. Nëse ti ke këto dy, në këtë rast beson tek Ati, e birit tia, lavdiatit, dhe ecën urdhrimet e Atit, dhe normal që diçka na tha Mesia, sa për urdhrimeve që na la, lavdiatit nuk janë të vështira as ato. Kur kemi prindit e Gjon Pakzorit, në këtë rast e Johanan që ka emrin e tij, ata mbanin ecën panjolla në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit. Dhe ata nuk kishin frymën e shenjtë brenda të vulosur, sepse ishin akoma në besimin e parë. Fryma e shenjtë nuk kishte ardhur akoma, Mesia nuk ishte ringjallur, nuk ishte përlavdëruar. Ata ecnin. Tani ne që kemi frymën e shenjtë, e di që kemi një përgjegjësi, vëlla mot, e di që neve kemi një përgjegjësi akoma më të madhe për zbatimin e urdhrimeve të Atit, të festave të Tija, ti kërkojmë, ti shikojmë cilat janë, nëse nuk i di, bashkohu. I ke në këtë rast dhe video, ka disa video që kanë bërë për festa të ishte festa e Pashkës, ka 4 video, lavdiate që do marrë dëshmi në gënjeshtra që na janë thënë, do marrësh të vërtetën, ke festën e bukës pa maja, predikimin që kanë bërë, do flasim për festat e futës së parë apo Pentakostin e vërtetë. Një pyetje vëlla motër, si e mban kjo kishë që shumë herë dalin në Tiranë dhe festa Pentakostit. Por të mbash Pentakostin, ti duhet të llogaritësh 7 sabatet, duhet të dish kur është sabati. Ndërkohë nuk e mbajnë sabatin. Si do llogaritet 50 ditë që janë 7 sabate, 7 javë, lavdiatit, mos andaj kemi 49 ditë. Të nesmen në ditën e 50, Penta, nga greqishtja 50, është festa e Pentakostit. Në atë festë u dha ligji në malin Sinai. Në atë festë erdhi fryma e shenjtë. Do thotë që Ati ka manifestuar gjithmonë dorën e tij për ngjarje mbi natyrore në festat e tija, të caktuara në këtë rast që ka dhënë në ligjin e tij, jo në festat e njeriut, në traditat e njerëzve që janë kotësi, thot Jeremia.
Po flisnin për paralajmërimet, vëlla motë, po flisnin për paralajmërimet që Jobi mori, sepse thot njeriu paralajmërohet gjithashtu në dhembjen e shtratit të vet, me torturën e pandërprerë të kockave të tij, aq sa i neveritet buka, madje edhe çfarë? Madje edhe ushqimet më të shijshme, thot. Mishi konsumohet sa hap dhe mbyll sytë, ndërsa kockat e tij që më përpara nuk dukshin, tani dalin jashtë. Kjo të gjithë çfarë ndodh kur vjen paralajmërimi i Atit, përse njeriu paralajmërohet me njëherë në vargu 19, vëlla motor, ja ta zmadhojmë pak. Atëre, masandaj thot, mishi konsumohet, thot, me njëherë dobësohet, thot, çfarë i afrohet gropës dhe jeta e tij, thot, atyre që si vdekjen, thot. Por në rast se pranë tij ka një lajmëtar, ka një ndërmjetësues, një ndër 1000, thot, çfarë do bëj ai lajmëtar, ai drejtues, ai ndërmjetësues? Në këtë rast çfarë do t'i tregoj detyrën e njeriu, cila është detyra e njeriu, që të mos shkeli urdhrimet e tij. Masandaj thot Elohim i vjen keq për te dhe thotë kurseje, thot, që të mos zbresë në gropë, po gjeta shpengim për te, thot. Pyetje ndërmjetësuesi që lutesh Atit, ta kursente, tregonte në të njëjtën kohë, ti tregonte detyrën njeriut. Atëre mishi i tij fillon restaurimi. Mishi i tij do të bëhet më i freskët se kur ishte fëmijë, ai do të kthehet në ditën e ri së tij. Do t'i lutet fort Elohim dhe do të gjej hir pranë tij, që mund të sodisë fytyrën e tij me gëzim, sepse Elohim do ta ketë rivendosur njeriu në drejtsinë e tij. Kjo ishte lutja në këtë rast që ai personi restauruar do bente përpara Atit, sepse Ati çfarë do ta kishte restauruar, do ta kishte kthyer në ditën e rinisë së tij, apo jo. Masandaj vjen dëshmia çfarë kishte ndodhur, atë detyrën që ai ndërmjetësuesi fillimisht i tregoi, ndërkohë që Ati e paralajmëroi në dhimbjet e shtratit të vet me çdo gjë që pam në vargjet e para, po jo. Tani dëshmia vet personit që ishte në vuajtje, po duke drejtuar njerëzve, dëshmia thot, do të thotë, kam mëkatuar, ndalo këtu vëlla motër. 2 fjalë, kam mëkatuar. Çfarë është mëkati? Shkelje e urdhrimeve të Atit. Levitiku 4:2. Para Gjoni 3:4. Dhe kam shkelur drejtsinë, ligji i Atit është i drejtë, është i mirë, i shenjtë, i veçuar. Kam mëkatuar dhe kam shkelur drejtsinë dhe nuk u ndëshkova siç e meritoja. Ati pati mëshirë për mua. Dhe në ato dhimbjet e shtratit dhe kockat e mia në këtë rast dhe trupi im kishte torturën e pandërprerë, thot gjithashtu, thot, çfarë realizovi në këtë rast ishte ndërgjegja tani esëll që realizovi që kishte mëkatuar dhe thotë Ati që i mirë me mua gjithsesi nuk më ndëshkovi siç e meritoja. Ja ku vjen dëshmia çka kishte bërë më përpara, kur mëkatojmë vijnë paralajmërimet në trupin tonë. Dhe masandaj thotë Elohim ka shpenguar shpirtin tim që të mos priste në gropë dhe jeta ime mund të shoh dritën. Dhe Ati thotë çfarë? Dhe ja Elohim e bën këtë 2 herë, 3 herë me njeriu, për ta shpëtuar shpirtin e tij nga gropa, për ta ndriçuar me dritën e jetës. Nuk ka fjalë çfarë mund të themi. Mëshira, hirja Atit që shtrihet dora e tij, thotë e bën 2 herë, 3 herë me njeriu, që të kuptojë ecjen e tij. Dhe se rezultati do ta shpëtoj shpirtin e tij nga gropa, ka fjalën nga ferri, nga vdekja, për ta ndriçuar me dritën e jetës. Haleluja. Vazhdojmë tek siç thash pak më përpara, vëlla motë, sabati është bërë për njeriu. Nuk vendos njeriu për sabatin kur, jo, por ne mund ta bëjmë çdo ditë, u mund të pushoj të martën, të mërkurën, të njëjtën. Pusho nëse ke mundësi. Por sabati është dita e tij veçuar. Dhe ja ku ke çfarë do thotë fjala bërë, ginomai, që i ke në këtë rast po ta zvendësosh çdo gjë për këtyre, thotë të bëhet, të vinë ekzistencë, të fillojë të jetë, të marrë qenie, thotë për njeriu, të bëhet për njeriu, të ndodh për njeriu, se kemi është bërë për njeriu apo jo. Për të kompletuar për njeriu, është mrekulli për njeriu, është për të kryer, për të zbatuar për njeriu. Ja, shikojmë pak veprat 15, vëlla motor. Le të shikojmë veprat 15. Veprat 15. Misia e kishës së ateshme, në këtë rast së plotën, normal që kishte filluar që në shkretëtirë, lavdiatit e veprat 7:38 e thonë
hapur Stefani, por mbas ardhjes së frymës së shenjtë që fuqizovi për të ndarë lajmin e mirë të Mesia, sepse fillovi beslidhja e re, lavdiati, beslidhja e përjetshme, lavdimit të tija me anë të Mesias. Kemi hebrejnë dhe jo hebrejnë në miqësi së bashku, duke besuar tek Mesia. Në këtë rast, vetë Këshilli i Jeruzalemit çfarë vendosi, sepse ky është një nga vargjet që shumë herë përdorin, por janë fortesat që bien vetë nga ky varg, sepse nuk vazhdojmë pak më poshtë me që është fjala për sabatin. Le të shikojmë miqësinë. Çfarë do të bënin në këtë rast? Kur jo hebrejnë të ktheshin tek Ati Elohim nëpërmjet Mesias, apo jo në besim tek ai, sepse ashtu kthyem dhe neve, si ata, thotë le të shkruhet atyre të heqin dorë nga ndotjet e idhujve, kurvëria, nga gjërat e mbytura, nga gjaku. Ku ishin shkruar këto 4 gjëra, vëllai? Ishin shkruar në ligjin e tij. Në ligjin e tij kemi gjërat e mbytura, gjërat e flijuara idhujve, Eksodi 34, thotë. Të raste kur ata të kurvërojnë me idhujt e tyre, të ofrojnë flijet e tyre, thotë, ju nuk do të bëni atë gjë, thotë, nuk do të lidhni aleancë me banorët e vendit. Të largohesh nga kurvëria është në ligjin për të rirë. 22, Levitiku 18, po të shikosh kapitull flet për imoralitetin. Gjërat e mbytura nga gjaku, Levitiku 17, 10 deri në 14, ja ku e ke. Në rast se dikush nga shtëpia e Izraelit apo një nga të huaj që banojnë midis jush ha çfarë do lloj gjaku, unë thotë do ta kthej fytyrën time kundra atij, thotë. Shiko sa Ati është interesuar, thotë ai që ha gjak do të shfaroset në mes të popullit të tij. Prandaj unë kam thënë bijve të Izraelit, edhe ty të ka thënë sepse ti e biri tia në beslidhje në gjakun e Mesias, në urdhrimet e tija. Asnjëri për jush nuk ka për të ngrënë gjak, sepse ti je njerëz siç janë ata njerëz vëllai. Në këtë rast ata kishin beslidhjen e tyre që Ati vendosi, masandaj solli birin e tija për të na bërë një, Efesianë 2, lavdiatit. Nuk ka për të ngrënë gjak, thotë, nëse ndonjëri prej bijve të Izraelit ose të huajve, ne ishim të huaj ndaj beslidhjes apo jo. Ja ku e ke. Për të mbështetur ndoshta ndonjë dyshim të dikujt. Nëse thotë të huaj që banojnë midis jush, që zën një gjah, një kafshë ose një zog që mund të hahet, thotë. Nuk ka të tërë zogjt, nuk ka shqiponja, korbit, në këtë rast ka zogjt që hahen, thotë, por të tjerët jo, i përcakton në këtë rast ligji për të rirë 14, Levitiku 11, do të derdhë thotë gjakun e tij dhe do ta mbulojë në këtë rast me dhe. Ta mbulojë me dhe. Lavdiat. Këtë do të bëjnë kur në këtë rast theret një kafshë, thotë, do të dalë ai gjak, mos andaj është e mira që thotë unë këshilloj që në këtë rast çdo mish është mira të piqet, të derdhet poshtë, në këtë rast të rrjedhi në gjaku poshtë, të mos zihet, sepse ai gjaku prapë brenda bashkohet me ujin kur bëjmë ato supat apo ku ta di unë. Ishim në veprat 15. Ka një kontekst, vëlla motër, në veprat 15. Është një kontekst që shkrimi përcakton. Konteksti që në këtë rast ti duhet të kesh dhe po ta lexosh në vargun e parë, kishte të bënte me mënyrën për t'u shpëtuar. Dhe në këtë rast gjithashtu ishte mënyra se si duhet të bënin disa gjëra me sa ardhur në këtë rast në besim. Dhe apostujt thanë, këto gjëra janë pak të avancuara për sa po kanë ardhur, thotë ata sa po kthyen. Fillimisht le tu shkruhet atyre të heqin dorë nga këto 4 gjëra, thotë. Pastaj kalojmë në vargu 21, sepse vargu 21 nuk e marrin askush në një pastor parasysh, sepse bien teologjitë e tyre. Le të mbajnë këto 4 gjëra. Pastaj thotë sepse Mojsiu thotë që nga kohët e lashta ka njerëz të cilët në çdo qytet e predikojnë ligjin e Atit që dha Mojsiut, duke qenë kur i lexuar çdo sabat, çdo të shtunën në sinagogë, ja ku kemi miqsinë. Ja ku kemi miqsinë midis hebrejve dhe jo hebrejve që kanë besuar tek Jeshua Mesia. Ishte në ditën e sabatit që miqsonin, nuk ka në ditë të parë të javës, nuk mbanin apostujt ditën e parë të javës, sepse katolikët vendosën në 300-ën për ta anulluar nga sabati bën të dielën,
nga ditën e 14 të muajit të parë për Pashkën e çuan masandaj prapë të dielën. Gjithmonë kjo e diela, dita e adhurimit të diellit që ata mbajnë. Unë lutem atë që ti të dalësh prej tyre. Dhe thot vetë shkrimi që ata çfarë duhet të vazhdojnë të miqsojnë në çdo sabat. Çdo sabat, përse? Sepse në fakt na u duk mirë, thotë, ju duk mirë frymës së shenjtë që kjo gjë të ndodhi në ditën e sabatit. Dhe gjithashtu neve, thot. Dhe në këtë rast fillimisht mos u ngarkojmë, thot, asnjë bar tjetër, thot, përveç se këtyre gjërave të nevojshme, thot. Gjërat e tjera çfarë? Do t'i mësojnë në çdo sabat, sepse Mojsiu, Moshe predikoi që nga kohët e lashta në çdo qytet, vëlla motër, ja ku e ke kontekstin, harmoninë, interpretimin e duhur, çfarë thot shkrimi, jo çfarë the ti apo unë. Çfarë thot shkrimi, Mesia ta është të shkruar që të rrojë nëpërmjet urdhrimeve të Atit, festave të tija, e përmendi ke në Mateu 4, çfarë përmendi? Përmendi në këtë rast të ligjin e përtërirë te 3, që njeriu do të rrojë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim, ai është thënë më përpara. Shumë prej gjëra, mos them 70% e dhjatës së re, në këtë rast përmendet nga gjëra që janë thënë më përpara në dhjatën e vjetër. Lavdjatit. Vazhdojmë tek shkrimi. Le ta shikojmë këtë Kolosianët, sepse duhet folur për Kolosianët 2. Kolosianët 2 ka një kontekst. Konteksti fillon që në vargjet e para, në çdo herë në kapitull, thotë. Dhe po ju them këtë, që të mos u gënjej askush me fjalë josëse, sepse unë, thot, me trup, thot, jam larg jush, po me frymë jam bashkë me ju dhe gëzohem duke parë rregullin e qëndrueshmërisë e besimit tuaj në Mesian. Ashtu si që keni marrë Mesian Jashua, Zotin, thot, ashtu pra ecni në te. Ecni në te, si që eci dhe tinë. Ashtu e more në besim, e njojtë e karakterin e tij. Çfarë ne sot nuk e njohim karakterin e Mesias dhe masanaj triqemi me çdo lloj doktrine, mësime të rreme, që na paraqesin këtë Mesia, ky ishte, të japin katolikët. Vjen dita e 7 javës, apo që janë në këtë rast të adventistët, vjen të Jovajt, çdo lloj kulti vjen masandaj dhe të jep ty Mesian e tyre dhe ti vetëm merr. Del karizmatika, ky është Mesia. Del baptistët, ky është. Dalin masandaj reformistët, ja, ky është Mesia. Çfarë thotë shkrimi? Ishte hebre, zbatonte urdhrimet e Atit, kishte besim të plot tek Ati i tij, siç ne duhet të kemi. Kaq. Ky ishte karakteri i tij. Duke pasur rrenjë, duke ndërtuar në te, ndërtohesh në te, në karakterin e tij, çfarë ai praktikoi, si ai eci. A nuk e thoi para e Pjetrit të 2:1. Por sot ne nuk duam të rafinojmë nëpërmjet shkrimit. Duam ato gjërat që akoma shumë prej nesh janë akoma në atë karizmatikën. Dhe disa prej jush kanë besuar që urdhrimet po janë në të vërteta, por kur vjen puna për praktikën, duam të mbahemi në këtë rast në karizmatikën. Jo s'karën si sabati, ja unë e mbaj si se mbaj, ja unë mund të punoj. Vërtet? Ati më thëmë, mbylli një sy për ty. Aj. Duke pasur rrenjë, duke ndërtuar në Mesian, duke u forcuar në besim, thot, ashtu si që ju mësuan çfarë apostujt, karakterin e tij, që ecte me urdhrimet, me festat e Atit, në fjalën e tij, dëgjonte prej Atit, siç dëgjuan apostujt nga fryma e shenjtë, që në këtë rast fliste gojën e Mesias dhe të Atit në të njëjtën kohë. Dhe vjen konteksti tjetër, që në vargun e parë ishte fjala që të mos ju gënjejnë çfarë me fjalë josës apo jo. Okej. Shikojmë vargun 8. Tregoni pra kujdes sot që të mos ndokush ju bën prejnë e ti me anë të filozofisë, mashtrimeve të kota, sipas traditave të njerëzve, sipas elementeve të botës, dhe jo sipas Mesias. Fjala Krishti ka lindur nga greqishtja, nuk kam në një harmoni të mirë në zemër. Është fjala Mesia, Hamashia, po ne themi Mesia, lavdjatit, i vajosur, do thot, ka që i para përcaktuar i tij, lavdjatit. Njeriu duhet të tregoj kujdes, thot, për çfarë, që në këtë rast të mos
bie prej filozofisë, mashtrimeve të kota, traditave të njerëzve, sipas elementës të botës, dhe jo sipas Mesias. Përse? Sepse Mesia praktikoi disa gjëra të tjera, thot. Urdhrimet e Atit sipas te janë filozofi, janë mashtrime të kota, janë traditat e njerëzve, janë elemente të botës, janë nga frymat që gënjejnë apo fjalë joshëse. Po të fillosh të bësh pyetjet, siç unë për ta bëra pyetjen apo stafat, do kuptosh që gënjeshtrat janë thënë në të rast nga të tjerët, jo nga shkrimi, jo çfarë po thënë. Që këtu fillon konteksti. Dhe po të kalosh mas andaj, le të kalojmë në vargu, në vargu 13, kalojmë në vargu 13, dhe bashkë me te, Elohim, me bashkë me Mesian, thot, Elohim Atin ju dha jetë juve, thot, që kishit vdekur në mëkate. Pagë e mëkatit ishte vdekja, thot. Dhe në parethprerjen e mishit, duke ju afalur të gjitha mëkatet. Masandaj vjen në vargu 14, mbaj në mend që prekëm pak më përpara, në këtë rast mos gënjemi nga fjalët joshëse, filozofi, njerëzish, mashtrime të kota, tradita njerëzish, elemente të botës. Ai Mesia zhvresoi dokumentin e urdhërimeve ke vdekjen, certifikatën e vdekjes, vlla motër, që ishte kundra nesh, nuk janë urdhrimet e Atit kundra nesh, na bëjnë, apo nuk i pa pak më përpara, që na japin urdhrimet e tija jetë. Ligji i tij që janë urdhrimet është një doktrinë e mirë. A nuk e pam, zemra jote të ruaj urdhrimet e mia dhe kështu çfarë do jetosh, që kanë kundra? Vetë nga logjika tënde, që kanë kundra, po të fillosh ta zbërthesh në këtë rast kapitull të caktuar. Kupton që gënjeshtrat vinë nga mësues të rremë. Ti ruash në këtë rast urdhrimet e Atit në qendër të zemrës tënde, sepse janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për gjithë trupin e tyre. Urdhrimet e Atit. Do me thënë që kanë kundra nesh? Nuk janë kundra nesh, janë për të mirën tonë, që të gëzojmë zemrën e Atit që na japin jetë. Ai zhvresoi dokumentin e urdhërimeve, dokumentin, sepse në këtë rast urdhrimet i kishim shkelur, mëkati, si vdekjen. Kjo ishte zhvresimi i dokumentin njejës. Zhvresoi dokumentin që urdhërimet në këtë rast quan, sepse ligji, urdhrimet e Atit sjellin zemërim ndaj atij që shkel, apo jo. Shikoj një person që shkel ligjin, çfarë ndodh? Shkelin ligjin, sjell zemërim. Dhe në këtë rast ai ligj është kundra atij, në këtë rast sepse do sjelli çfarë? Drejtsinë. Por në këtë rast vdekjen thotë çfarë? Hoqi nga mesi dhe duke mbërthyer në kryq. Lavdiatit. Dhe pasaj tregon autoritetin që ati dha mbi çdo principate në këtë rast. Prandaj prap vjen fjali, mos ju gjykojnë në kush për ushqime, për pije, për festa, hena të reja, muajin e ri në këtë rast që festohet, o sabate, mos ju gjykojnë në kush filozofia, sepse foli pak më përpara, mos ju gënjejnë me fjalë jose, tregoni kujdes për këto gjëra, filozofit, mashtrimet e kota, traditat e njerëzve, elementet e botës. Këto gjëra keni kujdes. Mos u gjykojnë, thotë, për ushqime, për pije, për festa. Ushqime çfarë? Çfarë po ha, thotë? Ushqimet e mira. Lavdiatit. Për festat, henat e re, o sabatet që janë festat e Atit. Këto, vlla motër, janë hija atyre gjëra që kanë për ta ardhur. Ta shikojmë. Por çfarë t'ju gjykoj, thotë trupi i Krishtit, se kishte fjalën, prandaj askush mos ju gjykojë. Por, çfarë? Do t'ju gjykoj trupi i Mesias. Ta do bëjnë ndarjen, ata që kanë Mesias, se po fliste më përpara, që do mos u mashtrojnë, thot, me filozofi njerëzish, thot, që nuk janë sipas Mesias, apo jo. Ja ku ke kontekstin e vërtetë. Masa vazhdon, thot, askush mos ju përvesojë me ju çmim pretekst për ulësie. Për pretekstin që ata që janë të dukshëm, thot, që janë të përullur, kultin e engjëlve, ja ku kemi doktrinat katolike ortodoksve, duke u përzierë në gjëra që nuk i kanë parë,
i fryrë nga një krenarie kote për shkak të mendjes së tij mishore. Të gjitha këto gjëra, thot këta njerëz mos ju lejojnë thot ju gjykojnë kush mendja e tij mishore. Le ta shikoj mendjen mishore. Mendja kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, mendja kontrolluar nga fryma prodhon jetë e paqe, mendja kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Pak më përpara në fjalë të urta ishte jeta dhe paqe që në këtë rast të jepnin urdhrimet në zbatim të tyre. Në fakt, mendja kontrolluar nga mishi është armiqësi, mendja mishore apo jo? Për shkak të mendjes mishore, thot, kjo mendje mishore është armiqësi kundra Atit Elohim, sepse çfarë? Nuk i nënshtrohet ligjit të Atit Elohim. Ja ku ke. Nuk i nënshtrohet mendja mishore që po fliste apostulli këtu lart, nuk zbaton cilat? Ushimet, festat, henat e re, sabatet, ajo mendje mishore nuk i nënshtrohet, nuk do të jetë në këtë rast nënshtruar ndaj urdhrimeve, festave të Atit, ligji që përmban këto gjëra. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Elohim, dhe ta tha ata që janë në mish, ata që nuk i nënshtrohen ligjit, nuk mund t'i pëlqejnë Atit Elohim. Le ta shikojmë, vëlla motër, akoma një evidencë më tjetër. Thamë që çfarë? Mos u gjykojnë në këtë rast të mendja mishore, filozofi të mashtrimet e kota, thot, frymat e gënjeshtrës, sepse këto janë hija e gjëra që kanë për të ardhur, e ke menduar që ku kanë për të ardhur? Le ta shikojmë ku kanë për të ardhur. Ja po e marrim vargun e fundit. Që nga vargu 22, se plot gjëra ti po, nga vargu 22. Gjërave në hija e gjëra që kanë për të ardhur apo jo? Ja po në këtë rast e marrim shkrimin dhe e kalojmë lart më mirë. Që ti jetë afër. Që dhe ti ta shikosh. Okej. Sepse ashtu si qenjtë e rinj dhe toka e re, unë do të bëj që të jenë të qëndrueshëm përpara meje. Laudiate, thotë Jahue, kështu do të jenë pasasit tuaj dhe emri tuaj. Ndërkohë në Isaia 58, në 56, në 56 jepte në këtë rast emrin dhe një vend se rezultati mbajtjes të sabatit dhe festave të tija, si për Enokut dhe për ata të huaj që donin të nderonin beslidhjen dhe nderonin në këtë rast të emrin e Atit. Jepte një emër, prandaj thotë që këtu pasasit tuaj do kenë një emër të në këtë rast që është i qëndrueshëm lavdjatit. Dhe do të ndodhë që nga një henë e re, nga një henë e re dhe nga një sabat në tjetrën çdo mish do të vijë të bjerë në gjunjë përpara meje, thotë Jahue. E ky është 1000 vjeçari. Mbas mundimit të shtrëngimit të madh. Prandaj thoshte apostulli Shaul që këto janë hija e gjëra që kanë për të ardhur, sepse mendja mishore tani nuk do të zbatoj ligjin, e pam pak më përpara, nuk i nënshtrohet ligjit. Por në atë ditë, thot, mishi në këtë rast do hiqet, sepse do marrim trupin ynor, do të mbajmë urdhrimet e Atit në mënyrë perfekte, duke filluar nga 1000 vjeçari për të hyrë në portat e qytetit, vëlla motër. Ky është konteksti që po flet. Këto janë hija e gjëra që kanë për të ardhur, sepse ta thotë, siç tha, nga një henë për një festa apo hena të re apo sabatet, ja ku i ke, thotë nga një henë në një henë tjetër, nga një sabat në tjetrën, çdo mish do të vijë të bjerë në gjunjë përpara meje, thotë Jahue. Ky është konteksti kur apostulli flet në Kolosianëve, kishës në Kolose. Lavdjatit. Ata që po thesha pak më përpara, vëlla motër, që ne errojnë nëpërmjet besimit, gjithashtu, ligji nuk është nga besimi, por njeriu që do t'i bëjë ato veprat e ligjit, do të rrojë me anë të tyre, çfarë përmendi? Të që po thesha pak më përpara përmendi Hezekielin 20 vargje 12 deri në 13. Atë thotë gjithashtu dhash atyre sabatet e mia, në këtë rast festat e mia që quhen sabate gjithashtu, do të jenë çfarë? Një shenjë midis meje dhe tyre. Shenja që shikojmë në Eksodit 31, nuk e pam sabatin që është një shenjë përjetshme, beslidhjes së përjetshme. Thotë festat e mia do të jenë një shenjë midis tyre dhe meje. Kjo është shenja e vërtetë që shikon në Zbulesa 14.
12 thotë qëndrueshmëria e shenjtorëve që zbatojnë urdhrimet e mia, që mbajnë festat e mia, që mbajnë sabatet e mia, lavdjatit, mbajnë të hënat e reja të mia, ushqimet e mia. Ky grup personash në këtë rast është ata që kanë shenjën time, thotë që është shenja midis meje dhe tyre, lavdjatit. Duke besuar, thotë prapë në vargu 12 në zbulesa 14, qëndrueshmëria e shenjtorëve që zbatojnë urdhrimet e Atit dhe besimin tek Jeshua. Unë ju dhash atyre sabatet e mia që të jeni një shenjë midis tyre dhe meje, që të dinë që unë jam Jahve që i shenjtëroj, që i veçoj nga Babilonia, i veçoj nga mësimet e rreme, nga gënjeshtër, nga filozofitë e njerëzve, nga mashtrimet e kota. Megjithatë, shtëpia e Izraelit ngriti krye kundra meje në shkretë të tjerë, thotë. Ata nuk ecën sipas statuteve të mia, që ishin festat e tia, thotë. Ata i përçuan dekretet e mia, të cilat njeriu që i zbaton do të rrojë nëpërmjet tyre. Do të rrojë, njeriu që i bën ato do të rrojë nëpërmjet tyre. Te që tha apostulli Shaul Pali në Galatasë 3, përmendi Ezekielin 20. Lavdjatit. Çfarë thot shkrimi në Romakëve 7:12. Romakëve 7:12. Kështu ligji, urdhrimet, festat e Atit, sabatet e tij thot janë të veçuar, tash i veçuar thot, dhe urdhrimi i veçuar i shenjtë thot i drejtë dhe i mirë. Atë që thoshte Timoteus, pastori që thoshte apostulli Shaul Pali, thot ne e dimë se ligji është i mirë, thot ne e dimë, thot ne kemi dëshmi. Ne këtë gjë e kemi kuptuar me vite, thot ne e dimë, thot. Të tjerët mund të thonë që tani është brengë, është i keq dhe janë të rënda, thot, por ne e dimë që është i mirë, çfarë tha? Pra të njëjtën gjë që po e thoshte Romakëve, është i drejtë, është i veçuar, është i shenjtë, thot ligji. Nëse njeriu e përdor si duhet, duke ditur që ligji nuk është vend për të drejtin, thot, sepse i drejti po ecën drejt me Atin, thot. Nuk ngrihet zemërimi i ligjit mbi te, nuk ngrihet shpata e ligjit mbi te, thot. Por ligji në këtë rast është për të zhvendë, thot, për të pabesët, për të rebelët, për të ligët, mëkatarët, për të pamëshqishin, për të ndyrët, thot, për ata që vrasin babën nen, për vrasësit kurvarët, thot, për homoseksualët, për grabisit, për gënjeshtarët, për të rejmë, thot, për ata që shkelin betimin, beslidhjen, për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë, ligji në këtë rast shkon kundra gjëje që vjen në kundërshtim me ligjin me këtë rast me doktrinën e shëndoshë. Nëse diçka në këtë rast nuk është sipas doktrinës së shëndoshë, ligji do sjellë, thot, radricimin, thot, drejtësinë, thot. Dhe e prekëm pak më përpara, lavdjatit, doktrina e mirë e shëndoshë, ja ku kemi, doktrina e mirë e shëndoshë, që të mos e braktisim atë ligj, sepse nëse e braktisim atë ligj, mas andaj çfarë? Ecim në paudhësi. Ligji është vënë në çdo gjë që bie në kundërshtim me doktrinën shëndoshë, sepse doktrina e mirë është të mos e braktisim atë ligj. Lavdjatit. Doktrina e shëndoshë vazhdon në interpretimi i duhur, sepse do vikohet që njerëzit nuk do durojnë doktrinën e shëndoshë. Do vikohet që nuk do zbatojnë ligjin, thot, do ta anullojnë, thot. Dhe sipas endjeve të tyre do grumbullojnë mësuesit e tyre për të gudulisur veshët, do t'i largojnë veshët nga e vërteta dhe do t'i sjellin drejt prallave, ja ku janë prallat e teologjisë sot, që shikojmë ligji është hequr, u kryqëzua atë që pam përpara, nuk u kryqëzuan urdhrimet. Dokumenti në këtë rast vdekja, certifikati e vdekjes u kryqëzua lavdjatit. I vën veshin prallave të judenjve, ka plot sekte sot që masandaj kishte edhe në atë kohë, sepse konteksti ishin Titos që ishte pastori tjetër që apostulli Shaul Pali po kishte në mbikëqyrje, a konteksti ishin akoma që njerëz ishin drejtuar prej judaizmit, prej judenjve dhe urdhrimeve të njerëzve. Urdhrimeve të njerëzve, jo urdhrimeve të Atit. Që ishin kur shkon me urdhrimet të njerëzit, traditat e njerëzve, largohesh nga e vërteta. Largohen për Krisht njëjtën gjë, ato duke braktisur ligjin, ti largosh veshët nga të vërteta, duke ditur që ligji i tij
është i vërtetë, drejtësia e tij është një drejtësi e përjetshme, ligji i tij është i përjetshëm, vëlla motër. Edhe të gjitha urdhrimet e Atit janë të vërteta, të cilat i ke vendosur për jetë të vazhdon shkrimi. Lavdi Atit. Ka plot gjëra, por vëlla motër, le të prekim, le të mbarojmë me, do t'i shikojmë këto në një pjesë të dytë. Do shkojmë tek leximi i urdhrimeve. Që kemi si ditë sabati, që është në këtë rast konteksti dhe duhet folur, Ati kërkon që ne të shikojmë urdhrimet e tija, duke shikuar urdhrimet e tija, mos andaj dhe dëshmia që sjell në armoni me beslidhjen e re, apo në psalmet, në profetët, mund të bëhet në atë mënyrë, por urdhrimet e tija duan folur. Në ligjin për 3:15 që neve vazhdojmë studimin çdo sabat, lavdi Atit, thotë shkrimi në çdo marrim të 7 viteve do bësh faljen e borxheve. Dhe në marrim të 7 viteve, në këtë rast këtë bëj me vitet, në këtë rast që Ati na kërkon dhe flitet për jubileun. Jubileu janë 50 vjetë, në këtë rast që bëhet llogaritja. Tani, fillimi i atij jubileus është një mësim më vete që mund ta shikojmë, që bëhet llogaritja. Tani, shumë prej tyre thonë që në 2022-shin ishte, në këtë rast, ishte ajo, se thua, viti sabatik quhet. Viti sabatik që bën faljen e borxheve. Dhe kjo do të jetë forma e faljes sot Atit. Çdo huadhenës do të falë atë që ka dhënë hua të afërmit të tij dhe nuk do t'ja kërkoj kthimin e saj nga i afërmi dhe nga vllai i tij. Sepse është shpallur falja e borxheve. Kjo është falja e borxheve shpallur nga Ati Jahwe. Mund ta kërkosh borxhin nga i huaj, i thot, në të rast që nuk është në beslidhje me ty, që nuk është me mua, thot Ati, por çfarë do t'ja falësh vllait tënd atij që ke marrë hua, ka fjalën besimtarëve midis njëri tjetrit, thotë ju, po mund të bëni falje në vitin e 7 sabatik, thot, por ndaj të huajt kjo gjë vazhdon, thot, mund t'ja kërkosh, thot, të huajt. Nuk do të ketë asnjë nevojtar midis ju, sepse Jahwe do të bekojë më të madhe në vendin që Jahwe Elohimi yt po të jepë si trashëgimi që ti ta zotërosh. Por vetëm me kusht që ti t'i bindesh me zell zërit të Jahwe Elohimit tënd, duke patur kujdes të zbatosh në praktikë të gjitha këto urdhrime që sot të cakton. Dhe menjëherë shikojmë të bindesh me zell zërit të Jahwe, të zbatosh urdhrimet e tija në praktikë, të gjitha urdhrimet, se thotë mas andaj, në këtë mënyrë nuk do të kesh asnjë nevojtar midis jush, thotë. Përse? Sepse nuk i ve barrën, mas andaj ne vllajën e motra në besim, thot, për gjërat që ata duhet të japin apo kanë situatën e tyre, dhe Ati ka vendosur një sistem që të ketë, thotë, ketë një, si thua, një stabilitet ekonomik nga Joan, lavdi Atit. Vazhdoj me shkrimin. Në vargu 6 thotë, sepse Jahwe Elohimi yt thotë do të bekojë siç ka premtuar. Nëse bën këtë dhe gjitha urdhrimet, nuk ishte, këto janë disa nga urdhrimet, vëlla motër. I shikojmë urdhrimet e tija, i gërmojmë, i shikojmë vetë, i kërkojmë në këtë rast për t'i zbatuar lavdi Atit, sepse Jahwe Elohimi do të bekojë siç ka premtuar, atëre do të japësh hua shumë kombeve dhe ti nuk do të kërkosh hua. Do të sundosh me shumë kombe, por ata nuk do të sundojnë me ty. Dhe menjëherë karizmatika përdor menjëherë këtë, unë çfarë, ne do të japim ju hua, por çfarë, do të japim hua shumë kombeve dhe ne nuk do të kërkojmë hua ndaj të tjerëve. Dhe tëra këto deklarime mishore, fetare, poshe, që bëhen, që vazhdojnë që mos andaj me mësuesen e reme që quan veten pastor apo gjëra të tilla që kam adresuar, dhe nuk është e vetme, se kemi në Amerikë, në Afrikë, ke plot në të rast që janë trajnuar prej tyre apo në Greqi apo. E gjithë kjo vjen si rezultat në qoftë se shkrimi thot gjithmonë që ti bindesh me kusht që ti bindesh me zell të gjitha urdhrimeve të Atit, duke zbatuar ato në praktikë. Masandaj do ndodhi kjo, siç është në ligjin për 3:28. I qoftë se zbaton të gjitha urdhrimet e mia, thot, do të ndodhi masandaj të gjitha ato bekime do të bien mbi ty.
Por sot nuk praktikojmë urdhrimet festat e atit dhe pretendojmë që do marrim gjëra duke deklaruar. Ku jemi? Në rast se ke ndonjë nevojtar midis jush, midis ndonjë prej qyteteve që Jahu Elohimi yt po të jetë, thot nuk do të forcosh zemrën dhe nuk do t'ja mbyllësh dorën përpara vllait tënd nevojtar, thot po çfarë? Do t'ja hapësh me zemërgjërsi dorën tënde dhe do t'i japësh hua, thot. Për ato gjëra çfarë që sa nevojiten për të përballuar nevojat që ka lavdjatit. Ki kujdes, thot, që të mos ketë asnjë mendim të keq në zemrën tënde, thot, i cili do të bëj të thuash sot viti 7 i familjes së afër, thot, dhe ta shikosh me sy të keq vllain tënd nevojtar dhe të mos japësh asgjë, thot, ai do të vërtas kundra teje përpara Jahve dhe ti do të mëkatoje. Kur të vjen te nevojtari të kërkon hua për nevoja që ai ka, thot, i jepja, thot, mos e ngurtëso zemrën. Do të jepi me bujari dhe zemra jote të mos trishtohet kur i jep, sepse pikërisht për këtë Jahu Elohimi yt do të bekojë, kur ti bën këtë, do të bekojë në çdo punën tënde dhe në çdo gjë që në këtë rast ty do të zer dora. Psalmi 1, Jakovi 1, në këtë kontekst. Sepse nevojtarët nuk do të mungojnë në kurrë në vend. Prandaj unë po të jap të urdhërim tënd dhe të them, hapja me bujari dorën tënde, thot vëllait tënd të afërmit dhe nevojtarit në vendin tënd. Me si vetë nevojtar do t'i keni gjithmonë të varfër, do t'i keni me ju, thot, por mua nuk të më keni gjithmonë, i thoshte apostujve lavdjatit. Pastaj fletë vëlla motër në këtë rast mund ta lexosh, po flet për në rast se në këtë rast një hebre shiteshe si sklav do të shërbente për 6 vjet. Eksodi prapë e shpreh në urdhrimin në Eksodi 21, po fletë që për 6 vjet ai do të shërbejë ty, thot, por për vitin e 7 do ta lësh të ikë lirë. Unë besoj që ka akoma dhe në vendet të botës ka akoma shërbëtorë, këtu shkrimi thot sklavë, por nuk janë në atë mënyrë që janë shërbëtorë që shkojnë në këtë rast për të shërbyer tek në këtë rast në një familje apo në një kontekstin që mund të shikosh më së ndaj në detaje, po thotë që kur një person thotë në këtë rast shkon në këtë rast si sklav, si shërbëtor, thotë, në vitin e 7, thotë, ti do ta lësh të ikë i lirë, thotë, dhe do të ikë i lirë dhe nuk do ta lësh të shkojë duar bosh. Në vendet ndoshta në Indi apo në vend të caktuara ka akoma që në këtë rast i blejnë vazhdojmë në shkrimi. Thot pasandaj do ikë të lirë, thot nuk do ta lësh të ikë duar bosh, do të japësh bujarisht dhurata nga kopea jote, thot nga lemi, nga ambari yt, do të jesh pjesëtar i bekimeve që Jahve, të cilat Jahve Elohimit ka mbushur, thot, dhe nuk do të harrosh se ke qenë sklav ti, thot, vetë në vendin e Egjiptit. Çfarë ishin ata? Ishin duke punuar, ishin në sklavëri, thot, dhe Jahve Elohimi yt, thot, të ka liruar, prandaj sot urdhëroi këtë, thot, që në këtë rast, në rast se ai thotë nuk dua të largohem, thot, prej teje, sepse të do ty dhe shtëpinë tënde, sepse ka mbarësi, ka gjetur në këtë rast dashurinë, një sklav, në këtë rast thot një shërbëtor i lidhur për jetë, prandaj shumë herë përmendëm në apostujt që ishin shërbëtor të lidhur lavdjatë, dhe ky ishte konteksti që apostujt flisnin kur në këtë rast apostulli Shaul Pali apo Johanan Gjoni, Jakovi flisnin që ishin shërbëtor të lidhur. Dhe ky ishte konteksti. Në qoftë se thot ai dëshiron të rrijë me ty, atëherë do ta marrësh një fëndyll, thot, do ta shposh veshin kundra portës, do shkosh në këtë rast tek pleqta, thot, dhe ai do të jetë sklavi yt, thot, për gjithnjë, për jetë, siç ishte në këtë rast apostujt apo ti dhe unë që të jemi sklav ndaj Mesias në kontekstin e mirë, për jetë. Lavdjatit. Pastaj flet në vargun 19, thotë po flet për thotë ti do ta shenjtërosh Jahun Elohimin të thot tër pjelljen e para të meshkujt të baktive të tua të trasha dhe të imta, nuk do të bësh asnjë punë me pjelljen e parë të lopës sate dhe nuk do të qetësh
pjellin e parë të deles sate, thot, do t'i hash çdo vit ti dhe familja jote përpara Jahve Elohimit tënd në vendin që Jahve ka zgjedhur. E ishte vendin në Jeruzalem që ati kishte zgjedhur lavdjatit. Ka fjalën për të parën e pjelljes të baktive, të trash apo të imta, i në këtë rast i dedikoheshe atit, i lishe me një anë atit. Por në qoftë se kafsha ka në një të mejtë, në rast se është e çale e verbër dhe apo ka në një të mejtë të tjetër të rëndën, nuk do t'ja flijosh Jahve Elohimit tënd, thot, do të hash, thot, brenda portave të tua, thot, të papastën e të pastën, thot, mund të hanë një lloj ashtu sikur ishte një gazel apo një dre, gjëra që hanë lavdjatit, por nuk do të hash gjakun e tyre, do ta derdhësh në tokë si ujë, atë që pam pak më përpara, që urdhrimi i atit na thotë që nuk mund mos ham gjak, as i huaj, thot, as ti, thot, nuk keni për të ngrënë gjak, thot, do ta derdhësh mbi dhe, ta mbulosh me dhe. Lavdjatit. Kjo ishte, vëlla motë, me pak fjalë për lavditatit. Do kemi mundësi të miqësojmë sërish, shpresoj të ketë qenë bekim, lutem atit që ta shpërndash, do shikojmë pjesën tjetër dhe mësimet në vazhdim, do marrim librin e Mateut dhe disa aspekte të tjera, do shikojmë dhe librin e Galatasve në studim, dhe në qoftë se ka pyetje, mund të komentosh për çdo gjë, mund të më kontaktosh dhe mua në Messenger për lavdit të atit. Shpresoj që mësimi të ketë qenë bekim për ty, për lavdit të tia. Adonai të bekoftë, ty dhe familjen tënde, qoftë me ju, shkëlqef fytyrën e tij mbi ty, merri urdhrimet e atit vëlla motër me zemër dhe praktikoj, sepse ka jetë dhe shërim në këtë rast për jetën tënde, për trupin tënd, në emër të Yeshua Mesias, shpëtimtarit tonë. Haleluja. Unë gërës pa i nga zeri Mesias, do takohemi sërish. Shalom, shalom.